Përshëndetje gjitha atyre që na ndjekin në të gjitha rrjetet tona sociale, në kanalin tonë zyrtar të Time Media dhe Time Center në YouTube, në bibliotekën virtuale dhe në të gjitha kontaktet e tjera të institucionit. Në vazhdimsi të traditës sonë dhe të serialit Varësit, por dhe të traditës ajo që flas është ajo që unë mësoj dhe ajo që dëgjoj është ajo që unë mësoj. Sot kemi të ftuar një tjetër zonjë simpatike në institucion, profesioniste e fushës, e cila do të prezantohet vetë kush është, por paraprakisht duhet të jap një shpjegim për gjithë ata që na ndjekin për herë të parë, por edhe për të ftuarën. Ne kemi një parim, nuk ka pyetje të gabuara, nuk ka pyetje të shëmtuara, ka përgjigje të gabuara. E gjitha kjo është një formë podcasti që ndërtohet brenda institucionit, por që jo domosdoshmërisht çdo gjë që ne themi këtu personifikon mendimin apo linjën e kurrikulës së institucionit. Është thjesht një mendim i pavarur dhe përgjegjësia e pavarur e dy personave që flasin. Enxhi, shumë faleminderit që erdhe në Time Center. Faleminderit për ftesën, është kënaqësi. Dhe shpresoj që të japim gjitha përgjigjet e mundshme që kanë ardhur dhe që prek tema. Në serialin Varësi, kjo është serial 5, ku ne sot do të flasim për varësinë nga ushqimi, varësinë nga pijet energjike dhe pijet e gazuara, por do të prekim dhe një seri tema që kanë të bëjnë me shëndetin publik dhe më kryesore kuptohet se çdo intervistë do të njohim dhe kush është personazhi që kemi të rritur. Atëherë, për gjithë ata që s'e njohin Enxhi, kush je? Unë jam Enxhi Asani, jam pedagoge, kam mbaruar studimet e mia për shëndet publik në Fakultetin e Mjekësisë. Ushtroj profesionin tim prej më shumë se 8 vitesh tashmë. Fillimisht kam punuar në administratën shtetërore, një institucion që merret drejt për drejt me shëndetin publik, ku kam pasur dhe rol drejtues në fakt gjatë pandemisë, dhe prej tashmë mbi 4 vitesh jam pedagoge, përsëri në fushën time profesionale. Por sigurisht që studimet nuk mjaftojnë kurrë dhe kam lejuar mërtej edhe me trajnime të tjera, me kurse, qoftë fizikisht në Spanjë, në Turqi, por edhe online në SBA, në profesionin. E ke pasur pasion që e vogël? Mësimdhënia ka qenë ëndra ime. Domethënë është ajo gjë që unë kam dashur të bëj gjithmonë dhe kam ndërthurur dy pasione, pra pasionet për shëndetin, në fushën time shëndetin publik, me pjesën e arsimit. Dhe kjo është arsyeja pse unë ndoqja pjesën akademike. Kadaraia ka një shprehje që një nga veprat e tij që thot personazhi i Kadares më saktë thot që mësuesia në mjekësinë ngjajnë, duke sikur janë të njëjtat. Mbase po, për arsye se të dyja kanë në fokus le themi zhvillimin, por edhe për kujdesjen. Kujdesin, po. Mbase kjo është pika e takimit në dy gjërave. Përveç mësimdhënies, jam angazhuar edhe në OJF, me aktivitete me të rinj, që synojnë edhe pjesën e përkrahjes, për sa i përket jo edhe përveç trajnimeve që bëjmë për aspekte shëndetësore, por edhe këshillimit të karrierës. Është diçka që e bëjmë me shumë. Mund të përmendim dhe emrat e OJF-ve? Është ne kemi një gjë, ne gacmojmë për çdo gjë se nuk duam që të lëmë nën kuptime. Nuk ka nevojë të shkruajnë komente pastaj se kush OJF je. Thuaj të gjitha je lirë të thuash çfarë duash ti. Si pedagoge jam në universitet privat, mund ta them në Universitetin Barleti, ndërsa do OJF tek qendra Youthect. Për ata që duan të kontaktojnë, ku mund të gjejnë përveç se Universitetit Barleti dhe qendrës Youthect? Jam aktive në rrjetet sociale, por gjithashtu jam aktive edhe në kanalin tim të YouTube-it, ku bëj vazhdimisht video me synimin kryesor të promovimit dhe të edukimit shëndetësor mbi të gjitha, që është edhe një nga fokuset të shëndetit publik. Emri i kanalit YouTube-it? Mjafton të kërkoni Enxhi Asani edhe do ju dalë. Pra, mjafton të shkruani në Google Enxhi Asani dhe ju del. Ta nisim që nga fëmijëria. Kush është kujtimi më i bukur që mban mend nga fëmijëria? Tani, kur flasim për fëmijërinë, është lidhur ngushësisht me një pasion timin që nuk ka të bëjë fare në fakt me profesionin tim, por është arti dhe piktura. Domethënë, kur kujtoj Enxhin e vogël, kujtoj një Enxh që rrinte tërë ditën vetëm duke bërë skica, duke bërë piktura. Piktura mbase është fjalë e madhe, por domethënë dizenjoja vazhdimisht sepse për mua ishte gjëja që më kënaqte më tepër. E zhvillon?
Po, vazhdoj kam mbetur pasion zyrtar. Po, jo, sa herë të mundem, se sigurisht që koha është limituar, duke qenë se jam angazhuar në punë etj. Po është një nga pasione që vazhdoj ta praktikoj bashkë edhe me pasionet e mia të tjera, po në fushën e krijimit më pëlqen shumë edhe të gatuaj. Me ide kreative, përsëri. Pra, mendoj që në fakt në një farë mënyrë lidhet edhe me shëndetin mendor dhe emocional. Atë po mendoja, domethënë kemi ftuar një specialiste të shëndetit publik e cila e gatuan vetë. E gatuaj po, sepse krijimi, qenia njerëzore është ka domosdoshmëri të krijojë. Pra, për shëndetin, për mirëqenien tonë mendore dhe emocionale, njeriu është menduar që duhet patjetër që me duart e tij të krijojë diçka. Dhe kjo mbase është arsyeja pse ditët e sotme shumë njerëz edhe mund të ankohen edhe për emocionet e tyre negative. Sepse ne jetojmë në një botë ku çdo gjë është digjitale, ndërsa më përpara çdo gjë ishte më prekshme. Ne krijonim, bënim punë manuale, ndërsa sot me digitalizim. Do të gasmoj edhe për për çdo personazh që ne thrasim, ose më saktë, unë personalisht kam një pasion, në thojca, për çdo personazh që flas, ndërtojmë një dosje. Dua ta kem gjithë informacionin në mënyrë që të gjithë ata që na ndjekin, prindërit e kushdo të njohin dhe personazhin më konkretisht dhe e njeh jo vetëm nëpërmjet pyetjeve, po e njeh dhe për multifunksionalitetin ose shumëllojshmërinë e gjërave që ky personazh mund të bëjë dhe pastaj secili mund të japi mendimin e vet për profilin që ka dëgjuar. Pra nuk kemi thjesht një specialiste, nuk kemi ardhur akoma ke profesioni, jemi ke fëmijëria, ke lindur në qytetin e Durrësit. Durrësi dhe Tirana. Sa afër dhe sa larg, dhe nuk po ta bëj pyetjen e famshme këtë do më shumë. Tani, në fakt jeta ime është mes dy qyteteve, sepse unë vazhdoj të jetoj në Durrës, pavarësisht se punoj në Tiranë. Pra unë bëj gjysmën e ditës e kaloj në Tiranë, gjysmën tjetër e kaloj në Durrës, se bëj vatjardhje çdo ditë. Nuk shkëputem plotësisht nga qyteti, nga deti praktikisht nuk shkëputem dot. Gjëja më karakteristika më e veçantë që i njeh Durrësit, përveç se qyteti i lashtë, përveç se konkurroj Romën dhe historikisht për mua Durrësi e konkurron drejtësisht nga ana letërare Romën, sepse nga ana fizike kemi humbur shumë gjëra. Pra është një mini Rom, po të përpara disa kohësh kam bërë një ecje ke komplet pjesa e Kalaz dhe ke komplet pjesa historike dhe në distancë jave isha dhe në Rom dhe në Durrës. Është një mini Rom, por që ne nuk e kemi ruajtur. Apo jam gabim. Para praktikisht duhet të them diçka që zemrën time në fakt nuk e ka Durrësi. Kush e ka zemrën tënde? Sepse origjina ime është Çamëria. Kështu që zemrën time e ka Çamëria. Do të prekim dhe atë pjesën e Çamërisë. Është Çamëria. E kam dhënë me pikat e fundit dhe doja që të gasmoja në fund për pjesën e Çamërisë, po flasim për Durrësin. Pra ke Durrësi ke kaluar një pjesë të mirë të fëmijërisë. Aty kam lindur, aty jam rritur, kështu që dhe ke emocione. Ka një vend të veçantë për mua patjetër. Gjëja më e veçantë që ka Durrësi për ty. Gjëja që do veçoja nga Durrësi është qetësia që ka si qytet. Domethënë, unë siç thash kaloj një pjesë të mirë të ditës në Tiranë dhe është ai kontrasti nga ajo dinamika, vrulli, zhurma e madhe e Tiranës që më thënë të drejtën më pëlqen, sepse edhe më pëlqen ajo gjallëria, por çdo njeri ka nevojë edhe për atë momentin e qetësisë dhe atë e gjej, siç të thash, në Durrës edhe afër detit. Vjen nga deti. Nga deti, absolutisht. Që edhe unë e kam përjetuar, sepse kam dhe një shtëpi në Tiranë dhe në Durrës dhe Durrësi vërtet kur do të aratisesh, sidomos në periudhën e dimrit, sado që mund të jetë pak i zymt, pak melankolik, por ka një qetësi që është për tu adhuruar. Mëkati më i madh që është bërë me Durrësin. Sa mëkate jam bërë me atë Durrësin e shkret. Në fakt mendoj që qyteti Durrësit është një qytet që ka një potencial shumë të madh qoftë për pozicionin gjeografik që ka, afërsia që ka me kryeqytetin dhe fakti që është një qytet turistik,
që do të thotë që ka premisa për një zhvillim të madh ekonomik. Për fat të keq si qytet ka humbur shumë identitetin. Ka ndryshuar shumë. Mjafton të përmendesh qendrën e qytetit që e ka humbur identitetin dhe në fakt të gjithë kujtimet që kanë ndrursakët vash janë zhdukur. Ka shumë nga ana estetike shumë gjëra që unë do t'i kritikoja. Gjithashtu edhe pjesa ekonomike pastaj, është shumë e vështirë që të mendosh hapjen për shembull të një biznesi në Durrës, sepse situata ekonomike është goxha e vështirë. Është goxha e vështirë në Durrës në dallim me Tiranën, apo është goxha e vështirë në përgjithësi? Flas për Durrësin në veçanti, pa bërë krahasime. Pastaj patjetër që çdo qytet po të krahasosh me Tiranën, patjetër që Tirana do ishte më në avans, duke qenë se pjesa më e madhe e popullatës është përqendruar atje. Dhe do apo nuk do ekonomia lëviz më shumë. Por që në Durrës përgjithsisht është pak më e vështirë. Si ka qenë adoleshenca jote? Adoleshenca ime. Më bëri një pyetje shumë të vështirë në fakt. Nuk kanë ardhur pyetje të vështira akoma. Po na pëlqejnë pyetjet e vështira. Pyetje. Unë kam qenë ajo vajza studioze që rrinte gjithkohë duke lexuar, e dëgjueshme, që të them të drejtën, unë asnjëherë në jetën time nuk kam provuar cigarin, jo. Domethënë, gjithmonë e rregullt, ajo goca e bankës parë që mësonte, që ngrihej në orë të mësimit, kam qenë fëmijë e rregullt, edhe adoleshente e rregullt. Kur e shef me syrin e sotshëm, je pishman për këtë? Absolutisht jo. Absolutisht jo, sepse fakti që unë isha e tillë nuk është se më detyroi dikush që unë t'isha. Më shumë mendoj që madje do thoya është merit e prindërve që kanë ditur të më ushqejnë atë ndjenjën e përgjegjësisë. Pra, unë nuk është se sillesha mirë sepse do kishte pasoja mbrapa, do dënohesha nga prindrit në thonjza apo për shembull nuk do më bëni gjë. Jo, ato kishin gjetur një mënyrë që të kishin një komunikim shumë të hapur bashkë me njëri tjetrin dhe unë nuk kisha frikë që të diskutoja me ata për çfarë qoftë edhe nëse unë bëja ndonjë gabim. Gabim është fjalë e madhe, por në kuptimin e asaj që diçka që nuk duhej bërë, unë nuk kisha frikën që t'ja them. Por përkundrazi ja thoja hapurazi, sepse ata i kishin krijuar këtë lloj komunikimi me mua dhe ajo që do thoja është se ky lloj komunikimi i hapur më kishte bërë mua që të reflektoja vetë me përgjegjësi. Pra unë të vjesha vetë para përgjegjësisë që, unë duhet ta bëj këtë gjë apo nuk duhet ta bëj, jo sepse do dënohem në thonjza, por sepse unë mendoj që kjo është e gabuar për këtë arsye. Se kjo gjë nuk është e mirë për mua për këtë arsye. Pra kishe zhvilluar me veten një farë mendimi kritik. Mendim kritik, po. Kjo vjen nga ambienti, vjen nga prindrit, vjen nga librat, nga se nuk vjen. Unë them që është pikërisht mënyra se si prindrit kanë vendosur të edukojnë. Domethënë afërsia që ata kishin që krijuan domethënë me mua dhe me vëllezërit e mi, që tentuan gjithmonë që gjërat i themi hapurazi me njëri tjetrin. Me cilin nga prindrit je më e mirë? Thonë që zonjushat janë gjithmonë me baballarët, po. Me thënë të drejtën. Është mita apo është e vërtetë? Besoj që është individuale, nuk është se është diçka që lidhet me gjininë, se sa unë, me thënë të drejtën me mamin e kam atë afërsinë. Jam goxha më e lirshme që të diskutoj shumë gjëra. E përshëndesim mamin se të parë ty ka bërë një punë të mrekullueshme. Faleminderit. Me aq sa po shohim deri tani. Si ka qenë raporti jot me shoqërinë? Sa sociale je? Sa gjithëpërfshirëse je? Flasim gjithmonë, ka kaluar ke maturime, jemi ke fëmijëria dhe adoleshencë. Në fakt kam qenë gjithmonë goxha sociale, pavarësisht se dhe vjen për çështje tani që do e them se shumë njerëz nuk më besojnë kur e them, po thellë si natyrë jam goxha e turpshme. Je turpshme? Jam e turpshme, po jam introverse. Pavarësisht se më thonë që po ti jep intervista, po bën ato video në YouTube, si ka mundësi, nuk ta jap përshtypjen për arsye se jam dhe miqësore, domethënë jam përpiqem të jem akomoduese me njerëzit e qeshur, i afroj, për shembull, flasim edhe me rastin me studentët, përpiqem t'i mbaj sa më afër me komunikim të hapur dhe fakti që nga pak a shumë është edhe pak paradoksale, nga njëra jam e turpshme, nga ana tjetër do afroj njerëzit dhe jam sociale. Çfarë është turpi?
Kam bërë të pyetje edhe një zonjë tjetër. Çfarë është turpi? Turpi është një ndjenjë që zhvillohet në një moment të caktuar gjatë zhvillimit tonë. Mbasi një psikolog do ta shpjegonte edhe më mirë, por që të vjen natyrshëm. Thjesht është diçka që ta ndajmë që është e turpshme apo jo e turpshme. Kush e ndan? Si mund ndahet kjo? Mbase është një ndjesi që të bën të ngurosh, të frenon disi që të bësh diçka. Mund të jetë kjo mbase? Një psikolog mund ta shpjegojë edhe më mirë. Kalojmë tek pjesa, pra kaloi fëmijëria, kaloi adolescenca, ishe një person social, pra një person që afron tani që je e madhe, duhet kesh turp në jetë, apo duhet thjesht, sepse ka një mund të ketë ndodhur dhe ty padyshim, ka diçka, rritesh me disa idealizma, që thua që shiko dhe me virtyte, pra me familjet e mira, familjet e virtytshme, mundohen që t'i rrisin fëmijët me idealizma dhe me disa virtyte që sot, edhe vlera që sot duket se nuk kanë humbur. Konkretisht, ta thjeshtoj dhe se më pëlqen të flas për publikun e thjesht fare, nuk pëlqen të flas shumë me terma të mëdha. Pse duhet pra ti je një zonjush që ke lexuar, ke shkuar rregullisht në shkollë, ke qenë korekte në gjithçka, je korekte në sjellje, je bukur, je pashme, ke sharm, ke klas, gjitha ato lexohen. Tani, pse duhet unë të bëj si ty, kur unë mund gjej një zgjidhje më shpejt për të pasuruar, apo për ta shijuar jetën. Se sot janë dy përplasjet e dy kulturave, pra dikush mund dalin në televizor të marrë pjesë në një show të shikueshëm, apo mund bëj një veprim të caktuar, ndërkohë ti ke lexuar gjithë kohës, ke studiuar, ke qenë në rregull, ai ka lënë orë të mësimit, ka gjetur një zgjidhje më të lehtë, më të shpejtë. Tani pse duhet bëj si ty dhe mos bëj si ky? Tani, unë nuk... Ose ta shëmtoj fare. Ti ke një kanal YouTube ku bën video të mrekullueshme që unë i kam ndjekur, se nuk kam sritur kot. Ke bën një punë shumë të bukur, mirë po ke X ndjekës. Po them kot, ke 1000 ndjekës. Ky tjetri bën një këngë, bën një kërcim, shan në 20 veta, shan gjysmën e lagjes, zihet aty, ka më shumë ndjekës, atëherë pse duhet unë si adoleshent sot të ndjek ty si shembull dhe mos ndjek të tjetrin. Tani, unë mendoj diçka që njeriu në jetë duhet të ndihet i plotësuar. Dhe i plotësuar nuk ndihesh nëse ti zgjedh rrugën e thjesht për të pasuruar dhe kaq. Personalisht unë mendoj që nuk... Pra, ana ekonomike nuk është plotësim. Shiko, do ishte absurde që unë të them që parat nuk kanë rëndësi. Jetojmë në një botë ku çdo gjë kushton, çdo gjë blihet me lek. Jemi realist. Pra, ti ke nevojë fundja fare edhe për një ilaç, edhe patjetër që do duhet të kesh para për ta bler apo jo. Ti kërkon shëndet të mirë dhe që të kesh të shëndet të mirë duhet të ushqihesh mirë dhe ushqimet e shëndetshme kushtojnë. Pra, jetojmë në një botë, duam apo nuk duam ne, që parat kanë peshën e tyre. Por nga ana tjetër, dua të them këtë që parat ti mund t'i arrish në rrugë të ndershme, tani ndershme. Nuk po them se ai që bën një këngë, po zgjedh rrugë të pandershme, po dua të them këtë që ka shumë mënyra për të bërë para. Jo, jemi ke vlerat dhe antivlerat. Nuk jam. Jo, aty dua të dal. Por kaq nuk mjafton në jetë. Është si puna e asaj për shembull. Marr një krahasim shumë banal do thoya deri diku. Kur kam qenë studente dhe unë, para shumë vitesh, nuk kishte kënaqësi më të madhe kur merrja notë të mirë pasi isha lodhur shumë duke mësuar një lëndë. Domethënë, mund të ishte një lëndë e thjeshtë dhe unë merrja notë të mirë. Dhe isha e kënaqur, por nëse unë punoja shumë fort me një lëndë që ishte shumë e vështirë, që ishte sfiduese, atëherë dhe merrja një notë të mirë, aty ishte domethënë një arritje më e madhe që të përplotësonte. Pra njeriu përplotësohet kur arrin diçka në jetë. Pra,
sfidat në thonjza që na vendosin, që i vendosin veten e vetes përpara, janë ato të cilat neve na përmbushin. Pra janë një qëllim në vetvete që neve të ndihemi më mirë me veten tonë. Janë arritje, janë ngritje, si puna e asaj piramidës së nevojave që ka njeriu në jetën e tij. Nevojat bazë janë ato fiziologjike. Po teksa ngrihemi lart tek piramida, në nivelin më të lartë të nevojave janë pikërisht ato të prodhimit të vetvetes. Pra neve përmes dijes arrim të bëhemi dikush. Dhe sa më shumë që ti studion, më shumë kupton që duhet të studiosh edhe më tepër. Dhe jem mbushur. Do të thuash. Patjetër, ti përplotësohesh, pra ndihesh mirë me veten tënde. Çfarë është liria për një zonjush? Në ç'kuptim të fjalës liri? Domethënë në ç'sens? Në të gjitha kuptimet. Çfarë do të thotë liri për një zonjush? Liri do të thotë ti të shpresh mendimin tënd. Liri do të thotë që ti të bësh zgjedhjet e tua në jetë. Liri do të thotë që ti të zgjedhësh për të ardhmen tënde, të vendosësh ti se çfarë karriere do ndjekësh. Nëse do të japësh shumë rëndësi karrierës apo jetës familjare, nëse vendos të bëhesh nën apo vendos të mos bëhesh nën, në fund fare, në fund të ditës, pra është një zgjedhje personale dhe kjo është liria. Pra, liria ka të bëjë me atë që ti të bësh atë që ke vullnet të bësh. Shumë ekziston një term sot që mund gjej një burr me lekë dhe s'ka nevojë të lodhem kaq shumë sa ty. Si i përgjigjesh? Ku betet liria këtu pastaj? Nuk e di. Pavarësia? Nuk e di. Përsëri, është ideja që ti duhet jesh e zonja e vetes, për veten tënde. Pra si mund ti të varesh nga dikush? Nuk do të jesh e varur nga askush. Çfarë mendimi ke për shoqërinë tonë? A jemi në një shoqëri maskiliste? Unë them gjithmonë që e kam thënë në disa intervista dhe kam qef gjithmonë pyes zonjushat për këtë pjesë, që kemi mund gjatë historisë tonë, paktën gjatë 100 ca viteve të fundit, jemi munduar të japim një sharm femëror prezencës tonë, si shtet, si histori, si kulturë, si vend, por në fund gjithmonë jemi kthyer shoqëri maskiliste. Do t'jap disa shembuj. Mbreti i shqiptarëve bëri një zgjedhje e cila gjatë diktaturës, pra mbretëresha Geraldine nuk u prek, pra diktatura që shau të madhe të vogël, për lyë të madhe të vogël nuk e preku. Pra tentoi të jepte një farë sharmi mbretërisë së tij dhe vendit, domethënë në pjesën e kësaj. Mirë po, ka gojdhëna dhe histori që bëri veprime maskiliste. Kemi në Terezën, një grua shumë të famshme, që na bëri të njohur ndërkombëtarisht. Mirë po, ishte një mashkull ai tjetri që ndaloi ardhjen në të takonte motrën apo familjarët e vet. Dhe ke dhe sot që ke zonjusha shumë të zonjat, ke zonjusha që kanë sharmin, kanë klasin, kanë dhe përgatitjen, mirë po prapë kthehemi një shoqëri maskiliste, siç ke dhe ata që mbrojnë të pjesën e shoqërisë maskiliste, sepse shumica e zonjushave ose gënjen veten, ose janë fasad, ose përdorin bukurin e tyre për t'i fituar gjërat shkurt. Tani, çfarë shoqërie jemi ne në këndvështrimin tënd? Dhe pastaj pyetja e radhës, çfarë është feminizmi për ty? Tani, ne si shoqëri ka dhe diçka. Pra, kur në pyet se çfarë shoqërie jemi ne, jemi apo jo maskiliste, do pak kujdes në momentin që flasim vetëm për zonën ku po jetojmë aktualisht, pra po themi qytetet kryesore, Tirana, Flas kulturë përgjithësi, flasim kulturën jo, dua të përgjithësi. them që ka të bëjë shumë edhe zona gjeografike për fat të keq. Pra ka zona në të cilat realisht për fat të keq nuk më pëlqen fare ta them, figura femërore vazhdon të përçmohet dhe të shtypet. Pra nuk kemi situatën e mundësive të barabarta në gjykimin tim. Dhe kujt është faji për këtë? Higienisë mashkullore apo femërore? Nuk mendoj që është faji i femrave apo i meshkujve, se sa është i shoqërisë se si është ndërtuar dhe që është shumë e vështirë në fakt të kalojnë atë tranzicion. Pra tranzicionin ku avash femra të shikohet se barabart me mashkullin.
Pra është një kompleks social që e bën të vështirë këtë lloj tranzicioni. Pra nuk mundesh më vësh një përgjigje çfarë shoqëri jemi, maskiliste apo jo? Jo, një sekond. E para varet nga zona. E dyta ka zona ku mbase maskilizmi mund të jetë më i theksuar. Tani, që të thuash që maskilizmi është problem, i shoqërisë shqiptare, nuk është vetëm i shoqërisë shqiptare. Ti ke punuar, ke bërë arritjet e tua vetë. Tani, e ke ndjerë maskilizmin? Personalisht, me thënë të drejtën, nuk është se kam ndjerë situata ku të thash, pra qytetet kryesore nuk ke ndjen atë diferencimin femër-mashkull, as në aspektin social, por as në aspektin profesional. Nuk e ndjen, apo je ti ajo që e mëson atë tjetrin se si cilët në ty? Realisht nuk më ka ndodhur që të cënohem në thonjza, ose si thuash, dikush që kemi qenë në konkurrencë me njëri tjetrin, po marr rast konkret. Në punën time të parë, siç të thash, unë kam qenë në administratë. Dhe për të punuar në administratë, unë kam konkuruar, kam dhënë provime me DAP-in. E dim të gjithë që mund të aplikosh, dhe unë kam konkuruar, si të gjithë të tjerët. Dhe ai që fitoi vendin e punës ishte ai që mori më tepër pikë, nuk ishte të bënte se shiko se ai që është mashkull u favorizua, apo unë që jam femër do favorizohesh. Dhe nga ana tjetër, unë nisa si specialiste dhe më pas të thash që kam qenë dhe përgjegjëse për qarkun e Durrësit dhe u ngrita në detyrë dhe pavarësisht se kishte dhe femra dhe meshkuj në institucion, nuk është se pati diferencime që shiko se ky mashkull do ta bëjë më mirë drejtimin e institucionit. Përkundrazi, aq më tepër edhe për moshën që kisha, por më tepër u pa vetëm pjesa e profesionalizmit dhe përgatitjes, pra e seriozitetit në punë dhe angazhimit në punë. Çfarë është feminizmi? Ani feminizmi në gjykimin tim sot po keq interpretohet dhe po keq kuptohet. Si shumë gjëra në shoqërinë njerëzore që më duket mua sikur edhe po dalin jashtë kontrolli dhe po normalizohet çfarëdo lloj çmendurie. Ndërkohë që me pak fjalë, për mendimin tim, sigurisht të gjithë njerëzit kanë të drejta, absolutisht, por të gjithë njerëzit kanë edhe disa detyra dhe përgjegjësi. Pra, neve sot na duket sikur po ngatrojmë pak detyrat e përgjegjësinë me atë që na ndalon të drejtat e mia. Pra, patjetër që çfarëdo lloj shoqërie duhet të ngrihet në bazën e disa rregullave që të funksionojë ashtu sikur se duhet. E njëjta gjë po ndodh edhe me pjesën e feminizmit. Por mua mendoj që shpesh herë justifikohen edhe disa sjellje të gabuara në fakt që nuk është ky thelbi i feminizmit. Pra për mua feminizmi do të thotë patjetër që unë si femër dhe ti si mashkull kemi ndryshime me njëri tjetrin. Dhe kjo është e padiskutueshme dhe është e pashmangshme sepse natyra na ka bërë të tillë. Për disa gjëra ti je më mirë se sa unë. Dhe për disa gjëra unë jam më mirë se sa ty, sepse kështu na ka krijuar vetë natyra. Por kjo nuk do të thotë që neve duhet të kemi mundësi të ndryshme. Pra, ne duhet jemi të barabartë në mundësitë të shprehur të opinionit tonë. Ne duhet të kemi mundësi të barabartë në angazhimin tonë në shoqëri. Pra, dikur për shembull ka qenë ajo problematika që femra nuk mund të shprehte opinionin sepse nuk ishte e zgjuar mjaftueshëm për ta bërë këtë gjë. Ndonse historia ka treguar që nuk është kështu. Pra shpesh herë në fakt pas meshkujve të suksesshëm kanë qenë bashkëshortet e tyre dhe ide të brillante që ato kishin. Por sot ajo që nuk më pëlqen mua është sepse është bërë një lloj agresiviteti dhe sulmi përkundrejt meshkujve, që nuk duhet të jetë kështu. Pra, neve po sillemi, ne flas ato që kanë përqafuar këtë ide feminizmi, po sillen në ato mënyrë se silleshin meshkuj të dikur me femra duke i shtypur, duke i sulmuar, duke i akuzuar, pra edhe kjo nuk duhet bërë, patjetër që jo. Po me njëra tjetrën, unë e them shpesh, jo gjithmonë faji për një shoqëri maskiliste, sado që unë jam shumë dakord, ndaj shumë mendime, po këtu jam në një profesion tjetër, ndaj shumë mendime me ato që thua dhe t'jap plotësisht drejt, por do të bëj avokatin e djallit. Po në një shoqëri si e jona, shpesh kam një shprehje dhe them, jo gjithmonë faji ka gjinin mashkullore, shpesh femrat janë armike me njëra tjetrën. Për fat të keq kjo ndodh rëndom. Ekziston shpesh ajo xhelozia femër me femër, që nuk duhet ishte, duhet kishte solidaritet mendoj unë mes femrave.
Për këtë nuk di të t'jap një përgjigje realisht, sepse një mesazh për më pëlqen shumë t'i pyes dhe i adhuroj zonjushat e forta dhe që kanë sharm dhe që kanë botë. Dhe dua t'i kasmoj që t'i nxjerrin të gjitha, për gjithë zonjushat që na ndjekin, që të ndjekin, më saktë tani në këto momente. Ke një mesazh? Mesazhi im është që jo vetëm për zonjusha, por përgjithsisht për zonjushat, pse do të kesh për tjerë. Po mendoj që vlen edhe për kudo, që secili duhet të jetë në konkurrencë me veten e tij, jo me tjetrin. Pra, unë si enç jam në konkurrencë me ençin e dikushëm. Nëse unë krahasoj veten time me atë që kanë qenë para disa vitesh, unë dhe sfidoj veten time që të heci më përpara. Pra vetëm kjo është rruga në mënyrë që ti të zhvillohesh më tepër. Nuk mund të krahasohesh me dikë tjetër. Është se puna e asaj që secili nga ne ka rrugën e tij për të ndjekur. Dhe ti nuk e di se si ka qenë kjo rrugë. Si ka qenë ecja përgjatë kësaj rruge, apo jo? Sfida që ka pasur personale, profesionale që ka pasur secili prej nesh. Dhe patjetër që secili ka atë historikun e vet për të ndjekur. Dhe mendoj që mënyra më e mirë për të ecur përpara është të krahasosh me veten. Pra vetëm me veten tënde. Ku ishe, ku je, ku po shkon. Do të kalojmë te një pjesë tjetër, po gjithmonë do t'i prekim gjitha pjesat. Besoj e krijuam një profil se kush është Engji. Pa kaluar ke Engji profesionistja. Pa më poshtë do zbulojmë Engjin prap, do kthehemi prap këtu për ta zbuluar Engjin. Kalojmë pak tek pjesa e profesionit. Okej. Kalojmë pak tek pjesa e varësisë dhe pastaj kthehemi prap tek pyetjet e tjera. Varësia nga ushqimi. E para, është ushqimi varësia apo jo? Tani, e para njëherë duhet të thënë që ushqimi është një nevojë domosdoshme që e konceptojmë të gjithë ne për arsye se patjetër që ushqimi është baza e çdo gjëje, kot nuk është ajo shpreha e famshme ne jemi çfarë ham. E rëndësishmja është e para njëherë që mënyra se si ne të ushqemi të mund të plotësojë të gjitha ato nevojat jetike të makronutrienteve dhe të mikronutrienteve që janë esencial për shëndetin tonë. Dhe që ky ushqim të mos ndërtohet pastaj një faktor risku për zhvillimin e sëmundjeve të tjera, pra sëmundjeve kronike, përkundrazi të jetë mënyra se si neve të rrisim mirëqenien tonë, shëndetin tonë. Kur thua termin varësi, do pak kujdes, sepse në mjekësi termi varësi nuk kupton një sjellje të pakontrolluar. Pra nuk kupton ato lloj sjellje në të cilën ti nuk ke mundësi të mbash në kontroll, për shembull sasinë e ushqimit që ti do të konsumosh, pavarësisht se ti vendos vetes objektiv mbi sasinë e kalorive, mbi produktet që do konsumosh, kur do t'i konsumosh, pra situata do del nga kontrolli dhe pavarësisht se ti kërkon të ndryshosh sjelljen tënde, nuk arrin ta bësh këtë gjë. Një lloj si varësi. Kjo është nuk e mbaj dot të kontroll, quhet që jam i varur. Tani, i varur nga çfarë? Duhet specifikuar, pra i varur nga cili ushqim? Atëherë, ideja është nga ushqimi në përgjithësi, pastaj do të kalojmë që të t'i prek disa lloje që mund ta klasifikojnë varësi, po kryesisht nga ushqimi në përgjithësi. Pra, dëgjojmë shpesh raste që thotë isha aq i lodhur dje sa kam ngrënë një bukë të tërë. Ose, për shembull, nëse unë ri dhe nuk merrem me diçka, më hajt bukë. Domethënë, dhe thjesht shpesh e kap veten duke ngrënë edhe pa shijuar. Kjo është ajo që njihet si ngrënje emocionale. Pra është ajo ngrënje pa kontroll ku njeriu praktikisht çfarë të gjej përpara. Pra është ngrënje emocionale, po nuk është varësi. Do thoja këtë që shpeshherë neve nutricionistët, përgjithsisht dietologët, gjatë gjithë kohës japin këshilla se si duhet të ushqehesh, cilat ushqime të eliminosh, ose të zëvendësosh këtë me atë që të jesh më i shëndetshëm, të reduktosh kaloritë. Dhe harrojnë shpeshherë që kemi një problem tjetër, që ky rast që më thua ka të bëjë me atë që njihet ngrënia emocionale, që është një mënyrë përballimit të emocioneve, por një përshtatje e gabuar, do thoja. Dhe kjo është arsyeja pse thjesht këshillat mbi dietë nuk mjaftojnë dhe kjo është arsyeja pse në të tilla raste rekomandohet pikërisht këshillimi me trajtimi apo ndjekja me psikolog. Pra, e vetë një mënyrë e menaxhimit të kësaj situate që është rësisht e lidhur me sferën emocionale është përmes seancave me psikolog, të cilat do të mësojnë teknikat të menaxhimit të duhur të emocioneve.
duke gjetur alternativa të tjera. Pra, në vend që ti, për shkak për shembull mund të jesh duke kaluar një situatë stresuese, mund të jetë në punë, në jetën personale dhe ti fillon pastaj çfarë të dalë përpara në mënyrë të pakontrolluar dhe sigurisht që kjo do të ketë pasojë në shëndetin tënd fizik mbi të gjitha. Në vend që ti të bësh këtë lloj veprimi, mund të gjesh teknika relaksimi, që mund të jenë individuale më pas, dhe kjo varet nga secili prej nesh, është psikologu ai i cili na mëson rrugën e duhur, secili prej nesh është i ndryshëm dhe ka mënyrën e vet të menaxhimit të situatave. Për shembull, për mua, mënyra se si unë do të relaksohesha do të ishte që të dilja për një hecje me muzikë. Dikush tjetër për shembull mund të kishte nevojë që të marrë ditarin dhe të shkruaj. Dikush tjetër mund të shikojë një film përsëri pa ngrënë ushqim. Pra duke qenë ushqim të shëndetshëm. Si ndikojnë ushqimet në trupin tonë? Tani ushqimet për sa kohë konsumohen në mënyrë të shëndetshme, do të ndikojnë për mirë patjetër dhe unë jam partizane asaj që nuk duhet të kemi eliminime apo dieta ekstreme. Pra, shumë njerëz i dëgjoj sot që thonë nuk konsumoj sheqer fare. Tani çfarë do thotë nuk konsumoj sheqer fare? Duhet ta nisim që nga A-ja, nga ABC-ja e gjës, që do thotë ka disa lloje sheqeri. Pra kemi sheqerin e shëndetshëm, që është sheqeri natyral që gjendet te frutat, te perimet, te drithërat, te qumshi, për shembull kemi laktozën ose dhe galaktozën. Dhe kemi edhe sheqerin e shtuar që është ai i tavolinës, sheqeri i bardhë, që gjendet tek ëmbëlsira, tek pijet e gatshme, tek produktet e paketuara. Patjetër që ky është lloj sheqeri që na dëmton shëndetin tonë. Dhe duhet të eliminohet ose të paktën të reduktohet sa më tepër të jetë mundur nga dieta. Por sheqeri i shëndetshëm, ai që vjen nga fruta, nga perimet, patjetër që duhet të konsumohet dhe nuk më bën sens as pak që të eliminohet rrethësisht nga dieta jonë. Por sheqeri dihet që është burimi kryesor i energjisë për trupin dhe për trurin tonë, ka domosdoshmëri. Mendo për shembull fibrat. Fibrat çfarë janë? Janë sheqer. Fibrat janë një lloj sheqeri që gjatë gjithë kohës neve rekomandojmë konsumimin e tyre, që treten me një vështirësi të madhe nga organizmi jonë, por përkundrazi do të ndihmojnë që të kemi marrjen e energjinë në mënyrë të vazhdueshme për trupin tonë dhe ndihmojnë edhe mikrobiotën, pra mikroflorën bakteriale. Ose merr për shembull rastin e yndyrnave. Gjatë gjithë kohës themi që duhet të kemi një eliminim total të yndyrnave. Sigurisht që duhet të kemi kufizim të sasisë së konsumimit të tyre. Sigurisht që duhet të zgjedhim ato yndyrna të pangopura. Nuk mund të konsumojmë në sasi të mëdha, por jo të eliminojmë tërësisht nga dieta jonë, sepse dhe yndyrnat kanë një rol thelbësor për trupin tonë. Membrana qelizore, pra çdo qelizë e trupit tonë në membran ka përbërje të acideve yndyrore. Pak më thjesht. Sheqeri thuhet që ndikon në ankth. Sheqeri thuhet që ndikon në gjithçka që shkatërrohet në organizëm. Tani, si do ishte një dietë perfekte? Pyetja e parë, kemi 3 vakte ushqim, mëngjesi, dreka, zemra. Këto 3 vakte i ka vënë dikush? Është domosdoshme që duhet të respektoj 3 vaktet dhe të rrëzojmë disa mite. Do të bëj disa pyetje të shkurtra, pse pak nga pak që të rrëzojmë disa mite. Pyetja e parë, pa sheqer fare apo të konsumojmë sheqer? Konsumojmë sheqer që vjen nga fruta, perime, nga qumshti, pra nga produkte natyrale. Jo sheqer industrial. Sheqerin industrial, ëmbëlsirat, produktet e paketuara. E mira është të mos i konsumojmë. Tani jemi realist, është pak e vështirë që të realizohet. Nuk është fundi i botës që të ditë nuk do konsumoj sheqer, po jam në një ditëlindje, do marr tortën se nuk është fundi i botës në rast se ti konsumon një sasi të vogël sheqeri në të rrallë duke bërë pastaj gjithmonë në çdo rast edhe rregullim të dietës tënde. Pra, ti parasysh diçka që unë sot po konsumoj një sasi të konsiderueshme sheqeri, se ëmbëlsira patjetër që kanë shumë sheqer. Pra, sot po shikoja një kavanos të vogël kosi frutash. Në fakt, në përbërjet e tij kishte 2 lugë gjelle me sheqer të bardhë, po të lexosh ato përbërësit. Pra, realisht mendonja që nuk është se i ndjeri shumë ëmbëlsia, mendo pastaj një copë torte që patjetër ka shumë sheqer, por ti do bësh për shtatjen e dietën tënde që të reduktosh pastaj sasitë e tjera të kalorit. Konsumova një copë torte tani, si duhet ta rregulloj dietën? Çfarë do të bëj? Pra, do reduktosh sasinë e kalorive që do konsumosh gjatë ditës. Unë rekomandoj këto, mbajtjen e ditareve që sot është bërë shumë herë më e thjeshtë edhe përmes aplikacioneve në fakt, ku ti mund të shkruash
produktin që ke konsumuar dhe sasinë, dhe ajo të llogaritë direkt kaloritë, sheqernat, yndyrna, proteinat dhe të orienton për zgjedhjet e tjera gjatë ditës. Ka pjesë të ndryshme të ditës që ndjehem i lodhur. Vjen pjesa e drekës, kryesisht më kaput gjumi dhe kam nevojë për sheqer. Pra ha një akullore, ha një tani në rastin e verës, por përgjithsisht marr diçka që është me sheqer. Çe ndodh kjo dhe çfarë? Kjo të ndodh sepse ke krijuar tashmë një rreth vicioz, që do të thotë, ky sheqer industrial të rrit ty ndjesinë e lodhjes. Prandaj thash, ka dy lloj sheqer. Te sheqeri natyral është një lloj sheqeri i cili ty ta jep energji në mënyrë konstante. Pra ti ke fuqi gjatë gjithë kohës, nuk ndihesh i lodhur dhe ndihesh dhe i ngopur për një kohë më të gjatë. Ndërsa ky sheqer artificial përkundrazi tretet shumë shpejt sepse është i rafinuar, pra është i përpunuar dhe ky të siguron ty një energji të menjëhershme, por që mbaron shumë shpejt dhe pastaj ti do kesh nevojë të marrësh përsëri ëmbëlsirë, duke kërkuar kështu edhe një formë thonjëse varësie ndaj sheqerit që do të kërkosh prapë të konsumosh sheqer sepse ndihesh i lodhur, sepse ndihesh i pangopur dhe futesh në të rrethin vicioz që sa më shumë sheqer të konsumosh, më shumë do konsumosh. Përveç edhe pastaj që shpeshherë mund të krijohet atë ndjesinë e kënaqësisë sepse shëron dopamin në trurin tonë dhe kjo na bën që atë ndjesinë, pra ndihem mirë se ëngra akullore dhe pastaj që të ndihesh përsëri mirë kur je mërzitur do të hash prapë akullore. Në mëngjes, dieta perfekte. Ha mëngjesin bollshëm, ha drekën më pak dhe mos ha darkë fare, ha darkë pak. Kush i përcaktoi këto 3 vakte dhe a është mit kjo apo është e vërtet që duhet funksionojë kështu? Tani, ajo që do thoja është një herë mëngjesi bollshëm, çfarë na kupton një mëngjes i bollshëm, sepse shpesh mund të krijojnë keq kuptime dhe të duket sikur mund të hash shumë gjëra. Kur thua një mëngjes të shëndetshëm, do thoja unë, duhet një mëngjes i plot. Dhe mëngjesi i plot duhet patjetër të ketë përmbajtje të proteinave dhe një balancim. Unë do sugjeroj për shembull që në mëngjes të mos e ndaj asnjëri prej nesh atë vezën e zier, pse jo edhe 2 kokra në ditë, që edhe do ta shikoni që do të bëj diferencën dhe do ndjeni shumë më të ngopur gjatë ditës. Në mënyrë që të menaxhoni më pas edhe marrë sasitë e kalorive që do të merrni më pas, sepse nëse për shembull të sfidoj që ta provosh, konsumo vezë për mëngjes të ziera, që është edhe mënyra më e shëndetshme për t'i konsumuar, dhe do shikosh që nuk do të vijë uria shpejt për drekën. Ndërsa në rast se mungojnë proteinat në mëngjes, pra nëse do ta provosh, do shikosh që do të vijë uria shumë shpejt edhe mbas edhe mund të mos e kontrollosh zgjedhjet dhe mund të mos jetë zgjedhje të shëndetshme, ato që do kesh pra para vaktit të drekës nëse konsumon diçka para këtij vakti ose edhe gjatë drekës pastaj. Sa do të jetë distanca nga vakti në vakt? Ka ndonjë rregull? Kjo shiko, varet, por që shiko, secili nga ne ka një metabolizëm të ndryshëm. Megjithatë, një rregull i përgjithshëm është. Pra, mëngjesi është ai që duhet të konsumohet patjetër në gjykimin tim për arsye se sa më herët? Sa më herët. Përgatitemi për ditën, konsumojmë në mëngjesin dhe bëhemi gati dalim nga shtëpia. Nëse do ma përcaktoje me orare, mëngjesi quhet ora 6 deri në orën 10, mbas 10-s nuk quhet më mëngjes? Apo mëngjesin ta han 12 dhe në orën 3 ta drekën dhe prandaj tash kush i përcakton këto? Ka një i kemi përcaktuar vetë ne njerëzit apo ka një rregull natyror që duhet të funksionojë kështu për metabolizmin? Shikon, trupi njeriu funksionon me disa që njihen si orë biologjike. Pra, janë disa cikle vetë rregulluese të cilat funksionojnë dhe është si puna e saj, feedbacku që ka organizmi jonë është gjatë gjithë kohës në një proces vetë rregullimi. Pra, dhe gjumi për shembull është një cikël që ndjek ritmin e tij. Dhe metabolizmi ndjek ritmin e tij. Dhe patjetër që ka disa orare specifike që duhet të respektohen. Pse themi ne për shembull që duhet të flem herët natën dhe të çojmë herë në mëngjes? Sepse në këtë mënyrë do të favorizojmë edhe një jetesë më të shëndetshme. Dhe do ta kuptosh që do të ndihesh më mirë dhe fizikisht, por edhe nga shëndeti mendor dhe emocional do të ndihesh shumë më mirë nëse ti ndjek një gjë të duhur të gjumit. E njëjta gjë ndodh edhe me ushqyerjen dhe me metabolizmin. Pra nëse ti ndjek disa rregulla, mëngjesi ta konsumosh sigurisht në orarin e mëngjesit, drekën në orarin e drekës dhe darka unë do thoya të mos eliminohet plotësisht, por do të konsumohet, jo të eliminohet. Jo të eliminohet plotësisht, por të konsumohet diçka e lehtë dhe
të konsumohet maksimumi, unë do thoja në orën 7 mbas dite të jetë e fundit e të mbyllet aty. Pra pas 7-s jo. Nuk është e permetik patjetër, sepse kjo varet shumë pastaj edhe nga orari se kur ti shkon për të fjetur. Jo, po flasim si është rregulli art biologjik se. Unë do sugjeroja orën 7 të jetë. Po zakonisht naftojnë orën 9, po them si është rregull biologjik. Ke pastaj edhe pas 7-s jo. Pra në rregull mendoj që është orari më i përshtatshëm për ta mbyllur më pas. Dhe sa më lehtë. Sa më lehtë sepse kuptohet që si çdo funksion tjetër biologjik, edhe pjesa e metabolizmit do të gatërsohet gjatë gjumit dhe nuk është mirë që të rëndoheni sepse nuk është aparati tretës në kulmin e funksionalitetit të tij. Mëngjesin duhet ta konsumoj patjetër apo jo? Patjetër që duhet të konsumohet dhe mëngjesi sepse është ai i cili do të vënë në lëvizje metabolizmin ton. Pra, është si një thirrje për të çuar nga gjumi aparatin tretës. Kafen duhet ta pjesëm apo duhet konsumoj mëngjesin, duhet të mëngjes pi një gotë ujë pastaj konsumoj mëngjesin? Unë do sugjeroja që e mira është të mos konsumohet esëll kafe, të konsumohet një herë mëngjesi, pra patjetër që mëngjesi nuk është thjesht kafe ujë, dhe është më pak jo flas para se filloj me mëngjesin, duhet pi një gotë ujë, janë këto mitet, një gotë ujë të valuar me limon. Unë do pish ujë. Ajo është zgjedhje personale pastaj. Secili prej nesh ka një metabolizëm të ndryshëm, pra ka persona të cilët kanë një metabolizëm mëse normal dhe nuk është se i përbën një domosdoshmëri në gjykimin tim ajo gota ujë sa çosh në mëngjes, por një person i cili përgjithsisht shikon që ka një problem aparatin e tij tretës, e mira është të filloj me një gotë ujë avash edhe pastaj të filloj edhe me konsumimin e ushqimit. Dhe pas ushqimit do sugjeroja kafen për arsye se është normale që kafja mund të krijojë edhe ndjesinë e aciditetit në stomak dhe për ta shmangur këtë, mënyra më e mirë është të konsumojmë diçka dhe pastaj kafe, pra jo direkt esëll. Mollën duhet ta konsumoj në darkë apo në mëngjes, dhe asë molla kafe. Unë kam bërë një përmbledhje të gjitha atyre gjërave që diskutohen në zë, janë mite, janë legjenda apo dhe vinë si pyetje. Tani molla, e ke dëgjuar besoj. E ka dëgjuar kafe dhe ha një kokër mollë. Sepse molla ka një efekt të zgjimit. Arsyeja, pra nuk është se e zëvendëson kafe? Nuk do thoja që një person i cili është mësuar të konsumojë kafe dhe të ketë deri diku atë varësi nga kafja, se kafja krijon varësi patjetër dhe kush është konsumator i rregullt ka nevojë për kafe që të hapi syt në mëngjes praktikisht. Nuk mendoj që molla do kishte atë fuqinë për të zëvendësuar kafen tek ata persona që janë konsumator të rregullt të saj. Arsyeja pse e sugjeroj në mëngjes është pikërisht kjo, pra e zgjimit, sikurse thonë për shembull për bananet, që të konsumohen në darkë sepse kanë efekt qetësues. Ja, nuk janë mite. Nuk janë mite, është përbërja atyre kimike e tillë, pastaj se sa efekt do të kenë, ajo do të jetë edhe shumë individuale. Kush janë ushqimet e shëndetshme dhe të pashëndetshme për ty, si specialiste flasë? Por mua, ushqimet e shëndetshme janë ushqimet sa më pranë natyrës. Ushqimet më të pashëndetshme janë ushqimet sa më të përpunuara, sa më të rafinuara, ushqimet fast food, ushqimet e paketuara, ëmbëlsirat. Ju e dini, besoj se keni lexuar edhe faktin që çfarë janë të gjitha ato në produktet e mishit, të tipit prosciutto, sallamra, apo çfarë do të në produkti tjetër është klasifikuar tashmë si një kancerogjen i njohur, pra si një faktor. Po gjithë ata që na ndjekin, duke filluar rrollin e parë, bën pyetje pse na pëlqen më shumë të dytat pra. Shpesh pse na pëlqen më shumë sanduiçi, pse na pëlqen më shumë fast foodi, pse na pëlqen më shumë prosciutto. Përgjithsisht të ndodh që ushqimet e pashëndetshme janë ato të cilat na pëlqejnë më shumë. Të rriqemi për tyre. Dhe kjo ndodh pikërisht sepse ka një kombinim në përbërësit e tyre, po t'i lexoni, ka një kombinim po marr për shembull rastin e ëmbëlsirave ose edhe fast foodeve. Marrim rastin e fast foodeve. Besoj e ke ndjer atë pjesën e bukës në fast food që vjen si ëmbël? Po ndërkohë patatet për shembull janë të kripura. Apo jo? Ky kombinim i sheqer me krip nuk është rastësor. Bëhet qëllimisht dhe bëhet në industrinë ushqimore të shumë produkteve, qoftë të ëmbla, qoftë të paketuara, të paketuara, qoftë të ëmbla, qoftë të kripura, mund të shikosh në etiketë që ka edhe krip dhe sheqer. Pavarësisht dozave të ndryshme, sepse është një lloj kombinimi që është vërtetuar që mund të krijojë të njëjtën varësi sikurse droga në trurin tonë.
Përveç e faktit pastaj që shpesh shumë njerëz e lidhen edhe me ndjenjën e kënaqësisë së çastit që do t'i japë Dopamin shpejt që lirohet. po, dhe të krijon atë ndjesinë e kënaqësisë që ndihem mirë kur haj të ushqim, se shpesh e diskutoj edhe me studentët që çfarë vlere të shtuar ju japin këto ushqime të pashëndetshme, kënaqësia. Por është thjesht më shumë zakoni tashmë që është bërë, që sigurisht që mund të ndryshohet. Pra, sjellje mund të ndryshohen, por duhet të ndjekin atë rrjedhën e vet të ndryshimit. Dhe nëse ti ndryshon dhe përqafon një stil jetese më të shëndetshëm, para kuptuar dhe vetë do i shikosh që në fakt do orientohesh drejt atyre ushqimeve që janë të shëndetshme dhe këto ushqime të pashëndetshme nuk do të tërhiqin aq shumë. Si ta kuptoj që jam i varur? Nga ëmbëlsirat, nga sheqeri, nga ushqimet e shpejta, si ta kuptoj? Nëse ti i vendos qëllimin vetes tënde që nuk dua të konsumoj një ëmbëlsirë për kaq kohë dhe kjo sjellje nuk e mban dot në kontroll, pra pavarësisht vullnetit tënd ose për të kufizuar sasinë e një produkti ushqimor të caktuar, ti prap vazhdon ta konsumosh, ta ti kalosh sasinë që kishe vendosur objektiv vetes, mendon gjatë ditës për këtë lloj produkti ushqimor gjatë gjithë kohës. Pra shpesh mund të jetë kjo e lidhur me një lloj varësie, e them përsëri me rezerva, sepse është një term mjekësor shumë më i komplikuar se sa thjesht një zakon. Pra shpesh mund të jetë në shumicën e rasteve është thjesht një zakon, një sjellje e mësuar që të bëhet pjesë e rutinës, por në rast se është përtej kësaj, pra ti nuk e fare vetë kontroll, mendon gjatë ditës për këtë lloj produkti ushqimor, madje edhe të ndryshon edhe planet e tua të ditës pikërisht për shkak të këtij lloji produkti, mund të themi që mund të kemi të bëjmë një situatë të varësisë. Pijet energjike. Janë ku kthehen varësi dhe si ndikojnë në shëndetin tënd? Tani e kam dar pijet energjike dua t'i ndaj nga pijet e gazuar. Se shpesh ngatrohet kjo, domethënë pija e gazuar me pijen energjike. Duhet prek pijet energjike, pastaj do kaloj këtë gazuar. Ngatrohet edhe është gabim që ngatrohen, sepse pijet energjike, sipas ndryshimeve ligjore që janë bërë që në 2020 mos gaboj, janë të ndaluara me ligj që të tregton nën 18 vjeç për shkak të rrezikshmërisë së lartë që ato kanë. Janë varësi? Krijojnë varësi patjetër, kanë predispozit për të krijuar varësi sepse kanë një përmbajtje shumë të lartë të kafeinës. Ndikojnë tek plakja më shpejt, ndikojnë ke rrudhja e fytyrës, ndikojnë ke metabolizmi? Ajo që më shqetëson më tepër mua me pijet energjike është sepse tashmë janë bërë studime të cilat vërtetojnë që rritet ndjeshëm risku për ataken e zemrës dhe sëmundje kardiovaskulare dhe në mosha shumë të reja. Vetëm për pije energjike dhe pa pasur një historik paraprak të problemeve kardiovaskulare. Pra edhe nëse nuk ka pasur asnjë lloj sëmundje zemre paraprakisht, dhe nëse nuk ka familjar me sëmundje zemre, dhe tek mosha shumë të reja, po shfaqen raste me probleme të zemrës pikërisht për shkak të konsumimit të rregullt të pijeve energjike. Ka një përmbajtje shumë të lartë të kafeinës, por kanë gjithashtu edhe elemente të tjerë të cilët shërbejnë si energjizues, pra si aktivizues e energjisë, në mënyrë jo natyrale. Kam disa muaj që ndjek një terapi për të çliruar nga pijet energjike. Nuk ka rëndësi kush pije energjike. Pijet energjike i njohin gjithë kush janë. Tani, kam arritur ta zvogloj, por e kërkoj gjithë kohës. A mund ta eliminoj dhe a mund të shërohem nga kjo? Shërohem, a mund të krijoj një sjellje tjetër? E qartë. Duhet të kuptojmë edhe diçka që, sikur se thash, sjelljet që zhvillojnë në zakone mund të ndryshohen, pra nuk është e pamundur. Thjesht është një proces që do shumë punë dhe durim dhe që zgjat në kohë, dhe që rekomandohet të bëhet në mënyrë graduale. Pra, asnjëherë nuk mund të pretendojmë ne që një sjellje të ndryshojë në mënyrë të menjëhershme. Kjo duhet të kalojë në disa stade që zgjasin, mund të zgjasin në muaj të tërë. Dhe është më së normale që të jetë e tillë, sepse në rastin e do të bëni një ndryshim të menjëhershëm është shumë herë më lehtë që të rikthehemi në sjelljen normale. Është problem psikologjik, ndjes. Do të bëj një sqarim, duke të kërkuar dhe ndjes. Unë nuk jam profesionist i fushës, kështu që të kërkoj ndjes, duhet ta thoj jam fillim këtë, të kërkoj ndjes për ndonjë term të gabuar, kërkoj ndjes dhe gjithë atyre që na ndjekin. Unë më mendoj si një pacient i yti dhe më mendoj si një njerëz që pyes për të gjitha ata, për të gjitha grupushat pas një dallim që kanë
e thon mendimin ashtu siç ju vjen. Pra, shumë gjëra diskutohen në zë. Dhe për këtë kërkoj ndjes. Nuk je i sëmur nëse ke varësi nga X gjë, pra nuk është sëmundje, është thjesht një çrregullim. Por shpesh dëgjohet në gjuhën e përditshme që thotë jam i smur nga pijet energjike. Domethënë, dua të shërohem, fjalia dua të shërohem nuk është në sensin se ti je i smur. Thjesht duhet të rregullosh zakonet e tua. Tani, pija energjike, në rastin konkret, a mundet të eliminohet, pra vetëm nëse unë krijoj një zakon tjetër, pra është problem psikologjik, nuk është problem shëndetësor. Sepse ka shumë njerëz që thonë vetes ma kërkon trupi, se unë sa e pi këtë jam shumë energjik. Ajo është një nevojë tashmë psikologjike, nuk ka të bëjë me metabolizmin fare. Jo. Nuk është se kërkon trupi, është një nevojë psikologjike, nuk po flasim për nivele të drograve të cilat shoqërohen me një dhimbje fizike në momentin që... Jo, flasim për gjëra... Pra, flasim për gjëra të cilat më tepër janë psikologjike, që janë zakone të cilat mund të ndryshohen me kalimin e kohës me shumë durim. Uji me vitamin. Është një nga ato gjëra që mund t'i ndiqni në kanalin e YouTube-it të Engjit, sepse është një nga video që më ka pëlqyer shumë dhe e ke trajtuar në mënyrë shumë rregullueshme. Uji me vitamin, është i dëmshëm apo jo? Nuk është, duket sikur ka atë termin uji me vitamina dhe paletë të natyrë për shëndetin, patjetër i merr ato vitamina, por ndërkohë lexoni me kujdes etiketën sepse në përgjithësi ka një përmbajtje të nivelit shumë të lartë të sheqerit që nuk e justifikon marrjen e atyre vitaminave që janë vitamina B kompleks, që merren shumë lehtësisht edhe përmes konsumimit të produkteve të përditshme. Qoftë të qumshtit, qoftë edhe në produkteve të qumshit, apo edhe të vezëve të ziera, apo edhe frutave dhe perimeve, ato vitamina merren në rrugë të shëndetshme, se sa ngarkohen kohët me sheqer në të shtuar, dhe dua të ndalem pak edhe te sheqeri, se ta prek pak më poshtë sheqeri. Po, doja të them vetëm diçka, se gjithkohë themi sheqeri i shtuar dhe kanë dalë këto alternativa të zero sheqer. Po ajo zero sheqer nuk kupton që shpesh në përmbajtje ka një ëmbëlsues artificial që nuk ka kalori sikurse sheqeri. Pra mjafton një sasi shumë e pakë për të ëmbëlsuar dhe për të dhënë ndonjë shije, po ai ëmbëlsues artificial do pak kujdes, sepse shpesh ka efekte shëndetësore shumë herë më të mëdha negative dhe për shembull marr rastin e aspartame që është tipik dhe gjendet në shumë produkte ushqimore, duke filluar që nga çoncakëza që është gjëja më banale, po në pije të ndryshme, të gazuara, pa gazuara, apo në ëmbëlsyra të paketuara, dhe mundet të riskun për probleme kronike, por gjithashtu është parë dhe studiuar dhe për efektin që ka në shëndetin tonë emocional dhe rritjen e rasteve me ankth. Shumë të si të flasim bashkë dhe ka shumë pyetje dhe pika që do na japësh kohën që ne të vazhdojmë t'i prekim të gjitha. Shumë faleminderit. Tani, nga dallojmë pijet e gazuara nga pijet energjike. Dhe a janë varësi pijet e gazuara? A kthehen në varësi, a krijojnë varësi? Tani, nga dallojmë janë dy gjëra komplet të ndryshme në fakt. Pra pijet e gazuara janë thjesht ujë me sheqer, absolutisht jo, nuk kanë asnjë lloj përfitimi, jo vetëm pijet e gazuara, edhe limonata. A duhet pi fëmijët pijet e gazuara? Jo vetëm të gazuar, por edhe ato të pagazuara, limonatat janë thjesht ujë, sheqerna, shpesh aditiv të panevojshëm dhe ajo që krijon varësi në këtë rast më tepër është ajo gazi që krijon varësi. Edhe uji me gaz në fakt ka atë tendencë, përgjithsisht gazi do të krijojë atë ndjesinë e varësisë tek njeriu. Por nuk ka absolutisht asnjë lloj vere të shtuar, pra është thjesht sheqer dhe ngjyrues dhe aditiv nga më të ndryshëm që mund të kenë efekte shëndetësore negative. Kam fryrje të barkut, nuk kam peshë, kam vetëm fryrje, konsumoj pijet gazuara. Vjen nga pijet e gazuara? Mund të vi nga pijet e gazuara, patjetër, sepse nëse eliminoj këto, i kam eliminuar këto, e kam prapë fryrjen e barkut. Mund të jetë pastaj një problem metabolik që mund të ketë nevojë edhe për rregullimin të florës bakteriale. Me fjalë më thjeshta çfarë duhet bëjmë? Pastaj duhet pa rasti, patjetër duhet të bëhet kontroll dhe ndjekje me mjek ose dietolog, sepse mund të jetë nevojë ose për marrjen e probiotikëve përmes dietës ose edhe suplementeve me probiotik për të rregulluar florën bakteriale. Pra janë ato bakteret e shëndetshme në aparatin tonë tretës. Këto e krijojnë fryrjen.
Jo, këto janë ato të cilat janë të domosdoshme për të pasur një Po pra, metabolizëm të mungesa e mirë. këtyre flasin Kur nuk krijohen. kemi shumë llojshmëri të tyre dhe kemi sasi të pakët që mund vjen edhe për shkak të një stili të gabuar të jetesës, por mund jetë edhe në një farë mënyrë e lindur dhe kjo është arsyeja pse disa familje kanë metabolizëm të dobët dhe disa kanë më të mirë. Mund të jetë nevoja pra që të rritë shumëllëshmëria dhe sasia e probiotikëve, e këtyre bakterëve të shëndetshme përmes probiotikëve. Çfarë sindroma zorës së irritueshme? Tani sindroma zorës së irritueshme pastaj bëhet fjalë për nga vetë termi sindrom nuk kemi të bëjmë me një sëmundje të mirëfillt, sesa kemi të bëjmë me një grup simptomash të diskomfortit të aparatit tretës, që do thotë fryrje të vazhdueshme të barkut, probleme me tretjen, dikush mund të ketë edhe të përzierë, të kondicionon jetën, është një gjendje kronike, që do thotë në momentin që diagnostikohesh, do ta kesh gjatë gjithë jetës, por nuk është një smundje që shkakton ndonjë acarim të aparatit tretës, nuk shkakton gjakderdhje, nuk shkakton inflamacion, sesa thjesht këto siklete që të ndikojnë cilësinë e jetës. E rëndësishme është që nuk është një smundje e rrezikshme, por është thjesht një gjendje që mund të trajtohet duke ndryshuar stilin e jetesës dhe dietën. A mund marr vitamina në farmaci? Më bëndëm? Kryesisht omega 3, vitamina mund të Flasim për sindromen apo për... Jo, pyetje tjetër, flasim përgjithsisht. Unë do thoja edhe diçka që... Se po mundohem të prek gjitha. Okej, pa problem. Shumë njerëz mendojnë që vitaminat janë pa risk. Dhe marrin vitamina minerale me mendjen e tyre në farmaci, nuk merren në këtë formë. Pra, edhe nuk është problemi thjesht tek bidoza që është një rast i rrallë, pra i bidozës së mineraleve apo vitaminave. Por është problemi që në fund të ditës është një produkt farmaceutik i cili në një pas një kohe të caktuar të përdorimit patjetër që mund të ketë efekte në shëndetin tonë. Dhe nuk ka kuptim që mund të marrë vitamina minerale pa bërë më përpara një kontroll apo një analizë gjaku për të parë se cili do të jetë niveli i tyre në organizmin tim. Në rast sa unë kam një dietë të shëndetshme, i kam çdo gjë brenda normës, nuk kam se ti marr këto vitamina. Pra këto do të merrem vetëm në rastin e mungesave apo të pamjaftueshmërive. Cili është silikon vaj palmës në organizëm dhe a është i mirë apo jo vaj palmës? Dhe kush janë produktet e vaj palmës? Vaj palmës është një nga do thoja armiqt më të mëdhenj të dietës së botës moderne sot, që për fat të keq industria ushqimore pa përdor kudo dhe e gjen pothuajse në çdo produkt të paketuar për arsye se pse përdoret vaj palmës, sepse redukton ndjeshëm koston dhe rrit ndjeshëm fitimin e kompanive prodhuese të produkteve ushqimore. Dhe është absolutisht i dëmshëm për shëndetin ton, duke filluar që nga çrregullimet të metabolizmit, diskomfort pra reaktiv të vazhdueshme dhe duke rritur ndjeshëm dhe riskun për një sër sëmundjesh dhe kardiovaskulare kronike dhe të kancerave të ndryshëm, dhe margarina është një armik numër 1 që do thoja është një çmenduri që dëgjoj akoma njerëz që përdorin margarinë, kur ndërkohë kemi fatin e mirë të kemi gjalpin që është një produkt natyral që ka përfitime për shëndetin, thjesht duhet të kufizohet sasia e marrë e gjalpit. Por ka shumë vitamina. Po, çokokremi? Çokokremi, pastaj lexoj etiketën, ke vetëm sheqer të shtuar, vaj palme me shumicë, kështu që absolutisht jo. Absolutisht. Absolutisht jo. Kush bukush më e mirë, e bardha, e zeza, e verdha, kush bukush më e mirë, integralja, çfarë buke do të përdor? Rregulli i përgjithshëm për personat të cilët përgjithsisht kanë një shëndet të mirë do të ishte buka e zezë. Pastaj ajo do të varet individualisht, sepse janë drita integrale. Dhe kuptohet që dritat integrale ka më tepër fibra dhe sugjerojnë më tepër se sa buka e bardhë, e cila është më rafinuar, më e përpunuar. Kthehemi te historia e sheqerit natyral dhe atij artificial. Por problemi është që me që më përmende sindromën e zorës së irritueshme, përkundrazi këta persona nuk duhet të konsumojnë bukë të zezë, sepse do të rritej niveli i diskomfortit për ta, por duhet të konsumojnë bukë të bashkë sepse është më lehtë e tretshme. Shpeshherë në varësi të llojit të sindromës, sepse ka 3 kategori. Në një kategori specifike të sindromës së zorës së irritueshme, përgjithsisht nuk kemi nevojë për një sasi të madhe të fibrave sepse kanë efektin e kundërt. E kam lënë bukën fare, rekomandohet si dietë nuk përdor bukë fare. Patjetër, nëse ke vendosur është mirë përdor bukë apo jo? Në sasi të reduktuar mund të konsumosh bukë, merr disa karbohidrate, nuk është e thënë ta eliminosh tërësisht nga dieta jote, sepse nuk është se është ai armiku aq i madh. Pra, ideja e bukës është kështu që
ti duhet të dish të kufizosh sasinë e bukës që konsumon, por nuk është e thënë që ta eliminosh plotësisht nga dieta jote. Pra nuk është aq e tmerrshme buka sa na duket praktikisht. Zgjoj me dhimbje koke në mëngjes. Nuk konsumoj darkë, po zgjohemi lodhur dhe me dhimbje koke. Pse më ndodh? Arsyet janë nga më të ndryshme. Pra, se mund të çosh me dhimbje koke mund të jetë gjumi i parahatshëm. Mbase nuk ke një higjen të duhur të gjumit, dhe kur flas një higjen të duhur do të thotë që ti të flesh në të njëjtin orar çdo natë, të plotësosh atë 8 orashin tënd çdo 8 orashin si normë e përgjithshme. Të çosh herë në mëngjes në të njëjtin orar. Mund të ndodhë për shembull që ti je një konsumator i rregullt i kafes dhe vendos që të ditë të mos konsumosh kafe dhe kjo mund të jap dhimbje koke. Pra, sepse çosh në dhimbje koke ka një mori arsyesh që duhet eksploruar sjellja e individit sipas rastit. Zgjoj me debelizëm. Debelizëm. Portoj të çohem në shkallë fare. Portoj të çohem. E di si ideja është një nga gabimet kryesore që bëjmë neve sot, që jemi shumë të varur nga ai telefoni shkret. Dhe nëse ti je nis ditën, gjëja e parë, hap telefonin, shef 2-3 gjëra dhe ajo të furnizon akoma dhe më tepër me atë dembelizmin tënd. Nëse ti çohesh me energji direkt, bësh gati, shplan syt, fillohesh ha mëngjesin dhe pastaj kap atë telefonin, ka shumë mundësi që dita të shkojë më mbar. Dalim te një pjesë tjetër që më pëlqen shumë, po nga video që ti trajton. Dhe tu e di që do kem të gjithë vëmendjen e gjitha zonjushave. Make-upi, thojt, e nisim nga thojt, janë të dëmshme apo jo? Tu më kap edhe mua fajtore. Po prandaj pash. E kuptova. Janë të dëmshme apo jo? Duhet i bëjmë thojt apo jo? Duhet i bëjmë, kanë ndonjë përfitim për shëndetin, absolutisht që jo. A janë higjienike? Ekzistojnë shumë video në internet që thonë nuk janë higjienike. Thojt janë higjienike, tani unë i mbaj të shkurtër, sepse pikërisht për atë arsye që është çështja e higjienës. Tani të bërit të thonjve, unë dua të tërheq një vëmendje shumë të madhe të gjitha vajzave, që të bëjnë kujdes dhe të verifikojnë kushtet në të cilat do të bëjnë këto thonjë. Sepse çfarë ndodh? Ndodh që nuk respektohen ABC-ja e higjienës së sigurisë, që do të thotë shikoj disa vajza që kanë në sallonet e tyre nuk bëjnë fare sterilizim të mjeteve, përdorin alkool. Tani alkooli është një gjë që realizon disinfektime, dhe disinfektime bën eliminimin e disa mikroorganizmave deri në një farë pike. Po ajo që do të bëjë të mundur eliminimin tërësor të këtyre mikroorganizmave të rrezikshme që më beso mund të kemi edhe transmetim të hepatitit, ajo që bën të mundur pra ndalimin e këtyre infeksioneve do të jetë sterilizimi përmes autoklavës. Shikoni mjetet, duhet të jenë të sterilizuara dhe mjetet një përdorishme të jenë vetëm për ju, pra ajo lima thojmë të jetë vetëm një hershë. Tani problemi është që jo të gjithë kanë autoklavë dhe jo të gjithë bëjnë sterilizim, largoni sa më parë nga këto sallone. Autoklava për ne që nuk e se zonjusha mund të të kuptojnë, po duhet edhe autoklava është një pajisje e cila përdoret edhe në mjekësi për të bërë pikërisht këtë proces të sterilizimit. Edhe në fakt ato mjete që sa dalin nga autoklava janë goxha të nxehta, se ka bërë atë ciklin e tij. Ajo që më shqetëson mua është që mirë disinfektim që nuk bëjmë, po ka edhe disa sallone që janë ashtu pa informuara që në vend të alkoolit përdorin gjatë kohës për desinfektim në thonjza acetoni, që acetoni nuk është fare desinfektues, është vetëm një ngjyrues, pra nuk ka absolutisht asnjë lloj mbrojtje. Dhe kujdes, kutikulat, mos pastroni kutikulat sepse rrisin riskun e infeksioneve. Shikoni gjithashtu edhe pjesën e materialeve, ku furnizohet, pra nëse nuk do të them produktet e marra nga Kina. Jo, normal. Pra, mund të jenë kancerogjene, ndërsa disa produkte që janë të kontrolluar, të certifikuar në Bashkimin Evropian që ka standarde lartë sigurie, patjetër që do të sigurojnë një mbrojtje për shëndetin tuaj, dhe gjithashtu edhe furra. Ai rrezatimi UV, ose mund përdoren këto furrat moderne që kanë dalë sot që do të sinjalizojnë vetëm pjesën e thojme, ose njëra është që të përdoret ai kremi me SPF mbrojtës nga dielli, të përdoret përpara se do të përdoret furra. Make-upi. Edhe me make-upin, kujdes me produktet që zgjidhni. Përsëris, pra shikoni produkte që janë të certifikuara
nga Bashkimi Evropian. Se për fat të mirë, Bashkimi Evropian mirë që ka standarde shumë strikte, por ka edhe disa rekomandime të sigurisë dhe të higjienës, të cilat thuhen rekomandime, por edhe ato në një farë mënyrë janë të detyrueshme të zbatohen. Ndërsa produktet e tjera të cilat janë të pasigurta, patjetër që duhet të shmangen dhe kujdes vajza mos kombini me njëra tjetër make-up për arsye të higjienës. Asnjëherë as furçet ndroheni sa më shpesh dhe mos kombini as furçet as produktet e make-up me njëra tjetrën. Asnjëherë. Edhe respektoni edhe ata fatin e skadencës, të gjitha produktet e kozmetikës, ose ke datë skadenca, ose ke një shënim, besoj ke vëmëre që është një si palme kavanozë dhe ka për shumë... Jo, se ka vëndëre fare, se nuk ishtë... Jo, po edhe të shampo. Mësoj, po të gjoj me shumë kureshtje. Për shumë të shampo, të sapuni është një si kavanozë, një figurë vogël, ka një shënim 12 ose 6. Ajo tregon sa muaj mund të përdoret pas hapjes. Kuptova. Pjesa e sheqerit dhe kripës. Sheqeri e quajmë si armikun më të madh, po kripa është armik? Patjetër që po, kripa është faktori i riskut kryesor për hipertension. Pra, risku për smundje kardiovaskulare rritet ndjeshëm nga një dietë e cila ka një konsumim shumë të lartë të kripës, dhe kjo është arsyeja pse neve duhet të dhe përgjithsisht ne si shoqëri kemi konsum shumë të lartë të kripës. E mira është të reduktohet sa më tepër të jetë mundur për arsye. Pra ka të njëjtën është njëjti tmerr dhe njëjti dëmtim si sheqeri. Kripa është faktor risku. Patjetër nuk duhet eliminohet, kujdes. Krip, por duhet të jetë krip e jodizuar gjithmonë sepse ne marrim pikërisht atë nivelin e jodit që është i domosdoshëm për mirë funksionimin e tiroidës. Dhe tiroidja është ajo e cila do të rregullojë nivelin e të gjithë hormonave në trupin tonë. Dhe hormonet kanë funksion rregullator, pra rregullojnë të gjitha proceset në trupin tonë. Prandaj duhet patjetër që të marrim jod, të krip e jodizuar. Dhe në fakt në vendin tonë është ndaluar edhe tregtimi i kripës pa jod. Ndikon në shëndetin mendor kripa, si ndikon te ankthi kripa? Në fakt ndikon në mënyrë indirekte, sepse sikurse të thash, kripa ka përmbajtje të jodit dhe jodi është i domosdoshëm për funksionimin e dur të tiroidës. Në rast se neve nuk marrim jod të mjaftueshëm dhe tiroidja nuk funksionon ashtu si duhet, mund të krijojë drejt për drejt ndikime edhe tek gjendja emocionale edhe tek krijimi i ndjenjes së ankthit ose përkundrazi edhe të depresionit, që janë edhe shpeshherë simptomat të mos funksionimit si duhet të tiroidës. Si të përballet me ankthin? Çfarë lloj diete duhet mbaj për të përballur me anktin? Tani, pjesa e ankthit është një çështje shumë komplekse që duhet të kuptohet një herë se nga e ka bazën. Pra, nga të vjen ankthi. Patjetër që dieta ka një rol të rëndësishëm, dhe patjetër që një dietë e shëndetshme do të ishte ajo e cila do të mund të ndikonte pozitivisht në reduktimin e simptomave të ankthit. Ndërsa ushqimet të cilat përsëris armiku numër 1 janë të ushqimet të paketuara, të përpunuara me nivel të lartë të sheqerit të kripës, do të rrisin apo edhe aspartame që tash është ai ëmbëlsuesi artificial, do të siç bëjmë shtrembullim të metabolizmit, do të ndikojnë edhe në shëndetin tonë emocional. Prandaj aktivitet fizik, dieta e ekuilibruar, gjumi i rregullt. Çfarë duhet konsumoj? Çfarë ushqimesh duhet konsumoj? Sikurse thash, pra produkte sa më pranë natyrës, fruta, perime, sa më pak të përpunuara. Pra, në vend që të konsumojmë bukën, për shembull, mund të zëvendësojmë atë me një oriz, të gatuar si duhet, me pak vaj ulliri, që është edhe alternativa më e shëndetshme për arsye se është një yndyrë e pangopur. Pra, të gjejmë alternativa të shëndetshme. Kush janë disa nga ushqimet që ndikojnë në ankth? Mund të mi përmendesh? Përgjithsisht janë pra këto ushqime të përpunuara që kanë shpeshherë dhe aditiv. Unë do ftoja konsumatorët të lexojnë edhe etiketat e produkteve që blejnë për arsye se për fat të keq ne si konsumator përgjithsisht nuk është se jemi shumë të vëmendshëm për të lexuar etiketat. Qoftë për aspekte që lidhen drejt për drejt me sigurinë ushqimore, data skadencës, data prodhimit, ti lëmë janë këto për të përbërësve. Qoftë se shikoni një produkt ushqimor i cili ka një listë me përbërës që nuk i kuptoni fare se çfarë janë, pra duket më tepër sikur është një eksperiment kimik, do thoja që të qëndroni larg të këtyre lloj produktesh. Si ndikon kjo sindroma zorës së ritueshme tek ankthi? Këto janë dy gjëra që janë shumë të lidhura ngushtë me njëra tjetrën. Është ai boshti tru-zor që thuhet, që do të thotë një person i cili vuan nga sindroma zorës së ritueshme
mundet të zhvilloj simptoma të ankthit më pas, ose përkundrazi është ankthi ai i cili mund të zhvilloj më pas edhe simptomat e sindromës së zorrës së irritueshme. Pra krijohet një rrjet vicioz mes tyre dhe shpesh herë trajtimi për sindromën e zorrës së irritueshme përveç ndryshimeve dietike, përveç mbase sipas rekomandimit të mjeku mund të merret ndonjë medikament për reduktimin e spazmave ose ndonjë probiotik, mund të këshillohet edhe terapia psikolog që do të mund të mësojë pikërisht pra teknikat e qetësimit dhe të menaxhimit të duhur të ankthit. Si ndikojnë ushqimet ke shëndeti mendor? Si mund të kem një kujtesë? Kur flas shëndeti mendor nuk po flas për çrregullimet. Si të kem një kujtesë shumë të mirë, kam provim dhe çfarë duhet konsumoj, duhet të mbaj mend gjërat, se harroj shpejt, të kem sy të fortë, të kem inteligjencë të lartë. Si ndikojnë ushqimet dhe ke shëndeti mendor dhe ke elemente të tjera të trupit. Po patjetër, ka mikronutrient, po edhe makronutrient që janë të domosdoshëm me funksione të këtij lloji. Për shembull, për qëndrimin, për mirë funksionimin e trurit, për kujtesën, do sugjeroj omega 3, që është edhe një yndyrë shumë e shëndetshme, e cila është provuar shkencërisht që do të mund të ndikojë drejt për drejt në rritjen e kujtesës, aftësive kognitive, pra të menduarit, të funksionimit të trurit. Për ushqime të shëndetshëm, patjetër që produktet ushqimore që kanë përmbajtje të lartë të vitaminës A. Omega 3, gjej ke peshku, ke salmoni, ose me suplemente. Ose me suplemente, pra mund ta marr me suplemente. Po, janë ato suplemente. Nuk ka asnjë risk, asnjë dëm nëse marr me suplemente? Jo, nuk ka asnjë problemi, thjesht ideja është që ki parasysh që është një kapsulë yndyrore dhe duhet të bësh kujdes pasaj me sasitë e yndyrnave që të konsumon. Pra ta llogarisësh atë të sasitë e yndyrnave që konsumon në dietën tënde. Tek problemi i syve që të ndërprerë? Po, shiko produkte të cilat kanë përmbajtje të lartë të vitaminës A që është dhe baza e mirë funksionimit të syve. Për shembull, karrota dihet që është e domosdoshme për pjesën e shëndetit të syve dhe shikimit. Tek videot e tua në YouTube ke trajtuar edhe 3 pyetjet e fundit profesionale kam dhe do të kthehem edhe tek një pjesë tjetër. Edhe njëherë kërkoj shumë ndjes nëse u zgjatën, po janë shumë pyetje dhe dua t'i prek të gjitha. Si më thon, dua të shtrym për të gjithë ata që na ndjekin, se janë shumë video që do kenë shumë kurrështje. Kem trajtuar një temë që unë kam prekur me shumë psikolog, në rastin e çrregullimit të autizmit. Është mit, është akuzë për një pjesë të popullsisë botërore, është mit dhe profesionistëve, pra kur thash për një pjesë të njerëzve, profesionistë, njerëz thjeshtë të tjerë, kjo është mit dhe nga ana tjetër për një pjesë të atyre të njerëzve, pra profesionistë të tjerë, kundër të cilat ka dhe një dokumentar, është bërë dhe dokumentar, është zbuluar dhe një rast. A ndikon vaksina në autizëm apo jo? Ti e ke trajtuar në videot e tua, edhe njerë, të gjitha videot e Engjit mund t'i ndiqni në kanalin në YouTube. Shkroni në Google Engji dhe Engji Hasani dhe do t'ju pëlqej. Ju garantoj. Ndikon? Është mit dhe gjithçka ka lindur nga një studim i cili është realizuar disa vite më parë. Pra për ty është mit. Është mit dhe ta sqarojmë arsyeën sepse. Është një studim i vetëm që është bërë në një kohort, tani ne në epidemiologji, kur bëjmë studime, kemi 2 rregulla kryesore. Kohorti duhet të ketë një numër të konsiderueshëm pjesëmarrësish dhe asnjëherë ti nuk mund të nxjerrësh një rezultat për një lidhje shkak-pasojë, pra ekspozim sëmundje pa pasur 2 grupe që krahasohen midis tyre. Që do thotë, grupin e ekspozuar me grupin e pa ekspozuar duhet të krahasohen lidhur me sëmundshmërinë. Tani, ai studimi fillestar që është bërë atëherë, është një studim i cili kishte një numër shumë të reduktuar të fëmijëve që ishin me autizëm dhe nuk u krahasua kurrë me një grup fëmijësh pa autizëm. Dhe të gjithë studimet e tjera që kanë përfshi binimin fëmijë, studimet e tjera të cilat janë bërë më mbrapa, me kohorte që krahasohen me fëmijë të vaksinuar dhe të pa vaksinuar, nëse e kanë zhvilluar apo nuk e kanë zhvilluar autizmin, pra është ndjekur rregulli i krahasimit për lidhjen shkak-pasojë. Dhe është ndjekur rregulli i konsistencës së studimeve, që do thotë nuk është një studim i vetëm, por janë disa të ndryshme. Dhe është ndjekur rregulli i kohortit që kemi binimi i fëmijë të studiuar. Të gjitha këto studime kanë hedhur poshtë atë lloj rezultati dhe për më tepër dua të shtoj edhe një detaj që shumë njerëz basa nuk e dinë, por ata mjekë të cilët nxorën të mitin fillestar me këtë studim të ndërtuar në mënyrë të gabuar, jo vetëm që ju hoq ky studim nga revista më mbrapa, për arsye se kishte gabime të mëdha metodologjike të realizimit, por ju hoq edhe licenca e ushtrimit të profesionit të mjekut.
për shkak të kësaj shkelje të madhe që kishin bërë në fushën shkencore. Përveç kësaj, një nga arsyet pse paraprakisht u krijua miti, u krijua frika dhe paniku mes prindërve, se patjetër që fëmijët janë gjëra më shtrenjtë që ne kemi, por duke u krijuar kjo precedens, shoqëron faktin që për fati i keq i vaksinës është që përkon koha e bërjes së vaksinës me kohën ku shfaqen simptomat e para të autizmit pa lidhje me njëra tjetrën. Pra si ta bësh, si mos ta bësh vaksinën në rast se fëmia vuan nga çrregullimi i autizmit, në të njëjtën periudhë do të shfaqë këto simptomat e para duke sikur bëri vaksinën dhe shfaqe. Tani për të qetësuar prindërit, se ka shumë prindër që në zë thotë unë nuk i bëj. Dhe unë i kam shumë qejf të gjërat e nënzëshme t'i them me zë. Unë nuk e bëj vaksinën thotë se kam frikë, dhe me të drejtë, fëmia është drita syrit. Unë kam frikë, pse t'ja bëj vaksinën sepse kam dëgjuar, ishte fëmia shumë në rregull, sapo bëri vaksinën, ju shfaq çrregullimi i autizmit. Ta bëjmë vaksinën apo mos ta bëjmë vaksinën? Do ta bëjmë vaksinën sepse është e sigurt dhe sepse të mbron nga probleme shëndetësore që janë shumë herë më të rrezikshme në rast se nuk bën vaksinën. Në qoftë se ti, për shembull, larg qoftë, fëmia yt do të sëmurët nga fruthi minimalisht, po themi, por rubeola akoma dhe më keq. Rubeola në rast se ti je i pambrojtur mund të jetë ose vdekje prurse ose mund të shkaktojë paraliza trupore të përjetshme ose patësi të përjetshme. Kanë qenë, do të pyes pak. Edhe është e sigurt se vaksinë. Pjesa se kam fatimin e madh që je dhe pjesë, domethënë, përveç se je profesioniste, ke punuar dhe në institucione dhe ke dhe dhëna dhe nga shifrat. E ke dëgjuar, besoj në zë, që thonë u shtun shumë, dolën shumë raste çrregullimet e autizmit, ADHD, etj. Hiperaktiviteti etj. Nuk kanë qenë thonë më përpara, janë këto që ham, ndikojnë vitaminat dhe është vërtet janë këto që ham, apo kanë qenë më përpara dhe nuk i dinim, pra ishim ignorant, kanë qenë më përpara dhe i mbulonim, sepse kishim turp, apo s'kemi po studime më përpara? Tani, si epidemiologe, unë do thoja që në moment që realisht kemi një rritje të numrit të rasteve, statistikisht flasim. Pse? Po prit. Si epidemiologe unë do të them diçka, që do shumë kujdes interpretimit të dhënave për të kuptuar nëse ka një rritje reale apo është një artefakti, themi neve në epidemiologji, që do thotë ka një rritje të numrit real apo të numrit të raportuar. Sepse mund të ketë ndodhur që paraprakisht të kemi pasur një nivel të ngjashëm të sëmundshmërisë, por thjesht të sëmundshmëri nuk janë raportuar për arsye më të ndryshme. Mund të jetë ajo që thua ti që mbase nuk është vizituar fare, mbase është mbajtur e fshehur për arsye se për fat e keq jetonim në një shoqëri paragjykuese. E ke dëgjuar këtë se nuk e them unë. Jo, është faktike që për shumë sëmundje mbaheshin të fshehta si diçka një sekret i madh familjar që nuk duhet ta merrte vesh askush për arsye të paragjykimeve që për fat të mirë shoqëria jonë ka të kaluar këto stade. Megjithatë, unë gjykoj që kemi një rritje deri diku reale, pra nuk po them që 100% është rritje reale, mund të them që një pjesë është artefakt dhe një pjesë tjetër është një rritje. Se nga vjen kjo rritje pastaj? A vjen nga ushqimi? Po bëhen shumë studime. Vjen nga ajo që për konsumojmë? Disa faktorë rreziku. Dhe një ndër faktorët e rrezikut që po diskutohet gjëre gjatë është ushqimi. Ndër gjithë faktorët e tjerë, një faktor tjetër për shembull është edhe shmangja e lindjes natyrale dhe kryerja e cezarianit. Për arsye pse, sepse gjatë lindjes natyrale do të kemi marrjen të gjitha atyre baktereve të shëndetshme përmes traktit të lindjes nga nëna tek fëmia, të cilat do të përmirësojnë edhe metabolizmin, do të përmirësojnë sistemin imunitar, do të ofrojnë mbrojtje gjatë jetës. Njëra nga hipotezat është kjo. Një hipotezë tjetër është ushqimi, por jo vetëm ushqimi që konsumon fëmia, se sa ushqimi që konsumon nëna, dhe jo vetëm gjatë shtatzanisë, por le të themi profili i saj dietik gjatë jetës. A ndikojnë ushqimet dhe vitaminat në shëndetin seksual, qoftë të mashkullit, qoftë të femrës? Absolutisht që po. Patjetër që është një ndikim i drejtë për drejtë. Në qoftë se ndikojnë, a ka të bëj kjo, pra në qoftë se babai ka abuzuar, apo ka qenë i varur me vitaminat, apo ka qenë, se nuk po flas për drograt, e dim, po flasim për vitaminat. Ka pas një ushqim babai ose nëna, një ushqim jo të rregullt,
dhe ka abuzuar me vitamina. Ndikon kjo që fëmija del me probleme çrregullimi? Do të mungesa më tepër e mikronutrienteve, pra vitaminave dhe mineraleve, pra mungesa e sasisë së duhur të tyre, sidomos tek nëna gjashtë-vjeçanis, mund të jetë një faktor i cili do të ndikonte drejt për drejt pastaj edhe në zhvillimin e fëmijës, qoftë në barkun e nënës, por edhe pas lindjes. Unë kam pasur ftuar në institucion, kalojmë te pjesa e fundit, i prekëm këto të gjitha. Shpresoj të ju kem kënaqur dhe të kem prek gjithë gjërat që mund të keni merak, kuptohet që pyetjet nuk kanë fund. Dhe kur ke profesionistë që kanë informacion, duhet një natë dimri dhe një ditë vere që vetëm të pyesësh, sepse takim nuk tjetër vjen nëse e keqja, patjetër jemi mirëpritur gjithmonë. Pyetja tjetër, më the që ke qenë specialiste dhe ke pasur mundësinë të ndjekësh profesionalisht nga afër periudhën e Covid-19. Kam pasur të ftuar në institucion të cilën përshëndes një nga profesionistët më të mirë që kemi ne për mendimin tim gjithmonë, që është doktor Skënder Brataj. E kam pyetur shqip dhe ato pyetje do t'i bëj edhe ty dhe kam qenë t'ia bëj kujtdo që është marrë në atë periudhë, se ishte një periudhë që ishte e panjohur, na gjeti pa përgatitur. E para, vaksina ka rrezik apo jo? Kjo është Flas për vaksinën e Covidit, po, është një temë aq e gjatë sa do të duhej shumë për të diskutuar. Shkurtimisht, po, jo. Nuk ta jap dot të përgjigje. Nuk ma jep dot Nuk të do ta jap të përgjigje. Nuk ma jep dot të. A janë rritur rastet atakut kardiak për vaksinës? Nuk është diçka që unë kam studiuar drejt për drejt lidhjen midis vaksinës edhe efekteve në shëndet. Dhe është diçka që rikthehem përsëri asaj teorisë së studimeve epidemiologjike. Neve nuk bëjmë eksperimente, neve bëjmë studime vëzhguese. Që do thotë, për të parë lidhjen shkak pasojë, dhe arsyeja pse unë nuk jap dot përgjigje sot, është sepse neve veprojmë në një formë. Pra, filloi një studim sot në një grup të ekspozuar dhe një grup të pa ekspozuar personash, dhe do t'i ndjekim për të parë se sa raste të ekspozuarve dhe sa raste të të pa ekspozuarve do të zhvillojnë sëmundjen dhe sa nuk do ta zhvillojnë sëmundjen. Dhe më pas do të bëhen disa analiza statistikore për të bërë krahasime për të parë pra riskun. Është i shtuar apo nuk është i shtuar të vaksinuar të pa vaksinuar. Mirë po, që të realizohet një studim i tillë vëzhgues nuk është diçka që bëhet sot për nesër. Është diçka i cili realizohet për vite të tëra. Pra mund të duhet edhe një 5 vjeçar, një 10 vjeçar për të parë, sepse praktikisht i do të presësh, është shëmtuar ta thuash, po do presësh që këto persona të sëmurën, që të bësh një analizë statistikore për të krahasuar. Unë e bëra vaksinën, pse duhet ta bëja vaksinën? Që të pres 5 vjet dhe pastaj të marr përgjigjen që a duhet bërë apo jo? Okej. A ekzistoi Covidi apo është mit? Covidi patjetër që ekzistoi dhe Covidi është një sëmundje që ka ekzistuar mes nesh gjithmonë. Jo në formën e tij të Covid-19, por bëhet fjalë për SARS. A ishte aq i rrezikshëm sa u bë apo ishte gjithashtu një eksperiment botror? Shiko, SARS është një sëmundje, vetë termi SARS po ta përkthesh fjalë për fjalë është sindroma respiratore severe. Pra, është një sëmundje e rënduar e aparatit të frymëmarrjes. A ishte aq i madh sa u bë apo ishte eksperiment botror? Kur thua eksperiment botror, u përdor për të bërë eksperimente sociologjike apo eksperimente sociale, pra u mbyllën njerëzit pati vende ku dhe kene. U mbyllën njerëzit në shtëpia, u bën një alarm i madh, dolën tanqet në rrugë, doli policia, po prisin vite i armiku, po s'po e dinin ku ishte armiku. Pra, ndodhen në disa vende botës të, nuk është jo ndodhen në disa, po praktikisht ishte një rregullore që u menduar nga ekspertët e OPSH-s që të zbatojnë në të gjithë vendet e botës. Dhe u pa domosdoshme për dy arsye. Është një sëmundje goxha serioze, ishte një sëmundje e re patjetër dhe ishte një sëmundje e cila sigurisht që ishte një formë goxha të rënduar dhe të prekës së aparatit respirator. Do më thuash sot pse nuk smuremi nga Covidi, smuremi që të shkeme të gjatë gjithë kohës. Por është patjetër virulenca ka rënë ndjeshëm dhe është cikli normal i çfarëdo sëmundje infektive. Dy pyetjet e fundit. Kam pasur për pjesën e Covidit, kam pasur përpara disa kohësh profesorin Plumçeka, i cili trajtoi temën e hantavirusit,
dhe do të bëj pyetjen, a riskohemi ne nga antivirusi? Në Shqipëri, për Në momentin Shqipëri jo. flasim. Jo, nuk ka rrezik. Nuk besoj që kemi ndonjë risk sepse nuk është tipike për vendin tonë që Nuk ka nevojë që të shqetësohemi dhe të themi që do ketë një pandemi dytë. Absolutisht është diçka e kontrollueshme, menaxhueshme, nuk është puna e SARS-it për shembull që duhet që mjafton një kontakt i largët përmes ajrit që të transmetohet dhe nuk është se është tipike. Pra, aq më tepër që dua të them edhe një mesazh shumë e rëndësishme për ata që na ndjekin. Se shpeshherë është bërë rutinë tashmë që përhapen ca raste sëmundjesh, ne i themi në epidemiologji shpërthim epidemik, edhe direkt përhapet paniku, apo do kemi epidemi, do kemi pandemi. Gjatë gjithë kohës është normali që të kemi shpërthime epidemike të mëparshme, por autoritetet bëjnë gjatë gjithë kohës survejimin dhe prandaj survejanca epidemiologjike që bëhet në mënyrë të vazhduar dhe pa të mperë në kohë dhe merren masa të izolimit, menaxhimit, kontrollit fillimisht dhe parandalimit dhe nuk ka asgjë për të shqetësuar për sa kohë që autoritetet ndërhyjnë në kohë. Pyetja e fundit. A fshehëm ndonjë shifër, i patëm vërtet aq të ulta shifrat? Se po prisnim, dëgjonim ditën e parë 30, 20, 35, 37 dhe po prisnim dhe dëgjonim tek Italia 200, 300, 500 e me radhë. Tani, ne i fshehëm apo i patëm vërtet aq dhe nëse i patëm vërtet aq, i patëm se patëm një sistem të mirë, e ke dëgjuar, gjithë ato që thënë janë të dëgjuara. E patëm se patëm një sistem të mirë që erdhi nga sistemi i diktaturës që na vaksinuan me detyrim dhe Italia nuk vaksinohet fëmija me detyrim se duhet pyetet prindri, ka shumë ligje, demokracia, diktatura ka tjetër gjë. Tani ne shpëtuam fal kësaj, apo ne na pa Zoti, patëm më pak, apo ne i fshehem rastet? Ajo që unë dua të theksoj, për te Covidit e para dua të them diçka që përgjithsisht vendi ynë ka një historik të një menaxhimi shumë të mirë të sëmundjeve infektive. Dhe kjo është e vërtetë dhe madje kam kështu patjetër dua ta përmend profesor Eduard Kakarishin që është një nga profesorët më të mrekullueshëm që kemi në vendin tonë për sa i përket pjesës shëndetit publik me fokus në sëmundjet infektive. Është vërtet një profesionist i cili e ka mirë menaxhuar dhe ka krijuar paraprakisht një sistem shumë të mirë të menaxhimit në Institutin e Shëndetit Publik. Për sa i përket rasteve në fjalë, unë do thoja këtë që për fat të dhe kam lexuar për kurreshtje me detaje dhe rastin e Italisë, se ishte një situatë ku kishim shifra stratosferike të rasteve të vdekshmërisë nga Covidi. Problemi i raportimit të rasteve në Itali ishte sepse çfarëdo lloj shkaku që pacienti kishte për të cilën ndronte jetë, pra ai mund kishte edhe një kancer terminal, mund kishte një atak në zemër, por kishte bashkëshoqërimi me Covid, raportoi së rast Covid në mënyrë automatike dhe kjo çoi për fat të keq edhe një fryrje shumë të madhe të shifrave. Gjithashtu Italia ka dhe një popullat më në moshë dhe kjo patjetër që do të ndikojë. Prandaj them që shpeshherë kur bëjnë këto krahasimet nuk bëhen asnjëherë me vlera bruta se sa bëhen me vlerat e standardizuara dhe përshtatje sipas grup moshës së popullatës për të bërë krahasime pastaj reale të nivelit të vdekshmërisë. Kemi një serial, sot ishim për varësit, kemi një serial tjetër që është për antiviruset dhe për të gjitha viruset, ku je ftuar me shumë kënaqësi edhe profesori që përmendë që përshëndesin dhe çdo emër që përmendëm me përshëndesin janë ftuar gjithë profesionistët, sepse mendojmë që duhet të thuhen dhe një shoqëri bëhet gjithmonë më e mirë kur pyet. Do t'i them asaj, nuk ka pyetje të gabuara, ka përgjigje të gabuara dhe nuk ka nevojë të bëhen pyetjet në Z, apo të lexohen komente, apo të diskutohen komente. Mund të rriten profesionistët të pyeten dhe të bombardohen me pyetje dhe t'i thuaj gjithë dyshimet e tua. Dhe pastaj i mençuri dëgjon dhe krahason dhe bën referencat e veta. Flasim pak për zemrën tënde, jo për që nuk bëjmë skupe, këtu nuk flasim për skupe, mos u tremni, në zemrën tënde ndodhi çamëria. Çfarë është çamëria për ty dhe a na ka historia borxha apo jo? Tani historia na ka borxhe për padrejtësitë që janë bërë, fillimisht për mënyrën se si u trajtuan të gjithë çamët,
dhe dëbimet e tyre nga toka e tyre, por të mos pasurit dhe të mos gjeturit të përkrajes me ardhjen e tyre në Shqipëri. Dhe sulmi që u bë më pas edhe nga diktatura. Çamëria sigurisht që për mua është shumë e rëndësishme, sepse janë rrënjët e mia, është origjina ime dhe pavarësisht se unë nuk kam lindur atje, më thënë shpesh e Çamërisë. Unë i kam të dy prindërit në fakt, nga ana e mamit i kam nga Filati, nga ana e babait i kam nga Gumenica. Dhe do të thënë është diçka që më emocionon shumë. Më emocionon shumë sa herë që përmendet, është diçka që unë nuk rri dot pa reaguar, pa folur, pa ngritur zërin, sepse përveç janë gjenet e mia dhe shpesh më thonë ke kokë çame dhe mua më pëlqen shumë, është komplimenti më i bukur që mund të më bëj dikush, se realisht unë jam një çame tipike, jam kokë fort, jam shumë punëtore, i vjen një qëllim dhe punoj fort për të arritur atë gjë. Dhe përveç kësaj, gjëja që mua më vret më shumë në jetë janë padrejtësitë. A nga ka borxh historia? Sa të duash. A është turp dhe kam qef t'i them do gjithmonë dhe në reagimet e mia them, a është turp që ne patriotizmin e quajmë si diçka jashtë mode? Pra thush sot që dua Shqipëri natyrale, se mua me thënë drejtën nuk pëlqen ajo shpreha Shqipëri etnike, mua më pëlqen shpreha Shqipëri natyrale. Pra ashtu siç natyra, Zoti kur ndau tokat atë na la. Ajo ishte Shqipëria natyrale dhe historia duhet thënë. Pavarësisht se si është shkruar dhe si ka ardhur, dihet që historinë gjithmonë e bëjnë gjatarët, se sikur ta bënin Luanët do ishte pak më ndryshe. Luenërit do të ishte pak më ndryshe. Tani, flasim për pjesën, a është turp që ne nuk ne quajmë të dalë jashtë mode, po t'jesh patriot? Pra, festojmë më shumë 4 korikun, me të respektin për popullin amerikan, dhe nuk festojmë 28 nëntorin. Apo 17 shkurtin. Unë mendoj që më duket se me brezat e rinj po ndryshon, më duket dhe më gëzon jashtë mase dhe më ngjall një lloj shprese, madje po më bëjmë mishi me kokra tani kur atë them që shikoj të rinjt, brezat e rinj janë shumë herë më patriotë se sa mund të kemi qenë ne dhe prindërit tanë, që mbase për fat të keq ka ndikuar edhe diktatura që ka bërë të tillë, sepse janë dhunuar aq shumë. Diktatura ka qenë para 35 vitesh. Po flasim që deri përpara disa muajsh ne patrioti ishin vetëm stadium. Jo, nuk unë patriotizëm e quaj kur ti e bën me vepra, jo me fjalë. Nuk është patriotizëm kur ti vendos foton flamurin shqiptar kur luan kombëtarja dhe kur unë kombëtarja e shan. Nuk është ky patriotizmi. Patriotizëm është ti je qytetar i përgjegjshëm, ti je të bësh për vendin tënd atë që do bëje për shtëpinë tënde, por mbi të gjitha, për mendimin tim, patriotizëm është të mos gënjesh veten dhe të kesh dignitetin të mbrosh atë që ty të përket. Ne vjen një udhëheqës turk, cili do qoftë dhe mbulojmë Skënderbeun dhe është turk dhe duhet ta themi me zë të lartë. Ne reagon një shtetare apo përfaqësuese e shtetit serb, ne nuk reagojmë, sepse po të reagojmë kemi frikë se quhemi të dalë jashtë mode. Ne kemi një marrëdhënie me shtetin fshi që nuk e ka heq ligjin e luftës. Dhe ne kemi frikë ta themi me zë të lartë. Ne kemi të shkosh në jug, janë emrat grek dhe pse mund të marrë një pension nga shteti grek, thot jam grek. Kjo pastaj është në nivel shtetëror dhe të udhëheqësve të cilët... Po, për te nuk na kanë fajin vetëm udhëheqësit, fajin nis ke ne. Pra nis te çdo qytetar, nis që tek ajo që si ti edukon fëmin që në momentin që e sjell një jetë, që gjëja e parë që fëmia duhet të dojë është vendin e tij. Patjetër. Dhe ti dhe të ketë dignitet, ti thot gjërat, edhe nëse janë jashtë mode. Nuk është jashtë mode të thuash që Shqipëria është sërtuar, nuk është jashtë mode të thuash që... Madje duhet të ngrihet zëri, duhet të thuash sa më tepër të jetë. Nuk është jashtë mode të thuash që Çamërisë janë bërë masakra dhe padrejtësi, nuk është jashtë mode të thuash që vendi im nxori një udhëheqës i cili e mbrojti Europën dhe bëri Europën Europë kur nuk ishte Europë,
dhe ky është Gjergj Kastrioti Skënderbeu, dhe nuk është një njeri që luftoi me shpatë, por është një njeri që kishte edhe dijen, sepse kishte një ambasador djali i tezës që ishte Pal Engjeli, pra gjitha këto ka ardhur koha që duhet t'i themi dhe t'i themi me krenari. Prandaj pyeta, çfarë është çamëria për ty? Sepse e kam dëgjuar dhe me çamët, e kam dëgjuar dhe me kosovarët, pra që shpesh unë ndaj më pëlqen ajo shpreha e drejtorëve Angullit, shqiptarët e këndejnë Drinit dhe përtej Drinit. Nuk ka shqiptar i Shqipërisë dhe shqiptar i Kosovës apo kom shqiptar dhe kom kosovar. Absolutisht. Janë vëllezër dhe motra. Dhe ke vllai nuk kam nevojë të marr leje të shkoj, është gjysma ime më e mirë, dhe ke motra nuk kam leje të marr dhe të shkoj. Dhe ne duhet të edukojmë gjithë brezat që historia duhet thënë. Prandaj të pyeta çfarë është çamëria për ty dhe çfarë mesazhi ke për gjithë të rinjt në lidhje me patriotizmin. Të duam vendin e tyre, por që të duam vendin e tyre do thotë që të ngrenë zërin për vendin e tyre dhe të mos heshin përballë për patricësive që duan. Pra të mos lejojnë, vendi jonë është nëna jonë dhe ne nuk duhet asnjëherë të lejojmë në asnjë lloj forme që nëna jonë të shkatrohet apo të bëhet çfarë lloj gjëje. Pra ne duhet ta mbrojmë atë. Ne duhet të jemi më përgjegjshëm, më sensibël, duhet të reagojmë për çfarë. Duhet të jemi të rritur në marrjen e vendimeve. A ndikon shkolla? E para është familja në çdo gjë. Edukata familjare. Më pas patjetër që edhe shkolla është krau i djathtë në edukimin dhe formimin, po patjetër nëse nuk është baza në familje. Apo bëjnë sa duhet sot arsimtarët? Në gjykimin tim personal, në fakt arsimtarët po përpiqen shumë, por po i mbyt burokracia. Në kuptimin asaj që janë ngarkuar me procedura, me letra, me gjëra administrative, duke hequr fokusin nga misioni kryesor që është pjesa e edukimit. Siç po ndodh edhe me mjekun e lagjes. E ke vënë re se sa shumë procedura, dokumenta, domethënë merren gjatë gjithë kohës me procedura formale dhe thelbi është punojnë më shumë për letra dhe më pak burokracia se sa pjesa e kujdesit që duhet të ofrojnë për pacientin. E njëjta gjë po ndodh me mësuesit, pra janë mbi ngarkuar kaq shumë procedura, tabela, letra, gjëra administrative, sa po humbet fokusi kryesor dhe qëllimi kryesor, se nuk është thjesht çështja të shpjeguar në orën e mësimit, se sa është të formimit të atyre që do të jenë adultët e së ardhmes, që do marrin në dorë vendin e tyre. Pyetja fundit profesionale, çfarë është epidemiologjia dhe çfarë është një epidemiologe? Epidemiologjia, se shumë njerëz kur thuhet epidemiologji në momentin e parë duket sikur është diçka që merret me studimin e epidemive, është studimi çfarë do lloj sëmundje, infektive, jo infektive, dëmtimi etj që prek shëndetin e popullatës për të kuptuar sa e përhapur është, cilat janë ato individ që janë më të prekur, cilat janë shkaqet të cilat të çojnë në shfaqjen e këtyre problemeve shëndetësore dhe gjitha kjo bëhet pikërisht për të hapur rrugë, për të implementuar, për të menduar ato politika të duhura shëndetësore të cilat do bëjnë të mundur pikërisht të përmirësimin e mirëqenies së shëndetit të popullatës. Me pak fjalë, mendo një sëmundje kardiovaskulare. Mjeku sot sugjeron krye aktivitet fizik, ha shëndetshëm, pra sepse e din që këto janë shkaqet kryesore, janë dieta, mungesa aktivitetit fizik, që çojnë në shfaqjen e këtyre sëmundjeve të zemrës. Por pa realizimin e studimit epidemiologjik të Framingham, asnjëra nga këto shkaqe nuk njihet dhe mjekët nuk dinë se çfarë të sugjeroni pacientëve të tyre. Njohëm sot Engji Asani, mësuese, profesioniste e shëndetit publik, patriote, dhe mbi gjitha një zonjush e cila ka sharm, klas dhe ka një bokë të madhe dhe një shpirt artistik. Për të gjitha ato që Engji është, unë mundova të zbërthej të gjitha gjërat. Për gjitha ato që Engji është, çfarë mesazhi ka Engji për prindrit, për fëmijët, për nxënësit? Mesazhi është që të kujdesen për shëndetin e tyre. Në përfundim të çdo video në kanalin tim të YouTube-it, unë ju uroj të gjithëve shëndet. Shëndeti është baza, është pasuria më e madhe që ka secili prej nesh. Nëse ti nuk ke shëndet, nuk ke asgjë tjetër në jetë.
Prandaj është domosdoshme që edhe ne të kujdesemi për të. Më sa në ke parë, më sa në ke ndjekur, më sa pe një mendim për Time Center. Impakti i parë njerëz sa erdha ishte pjesa, si çdo njëri tjetër, gjëja si përfaqësore e parë është pjesa e infrastrukturës që më pëlqej ashma, se nuk ke çfarë thua, është shumë e dukshme që kushtet infrastrukturore janë avangard. Pra, te kjo pjesë nuk ka fare vend për diskutim. Ajo që më bëri përshtypje në fakt është ngrohtësia me të cilën u prita dhe aspekti i marrëdhënies sociale. Domethënë, dua të them këtë që krijon diferencën. Pra, në qoftë se ti je i aftë që të krijosh një ambient të ngrohtë, miqësor, të krijosh atë marrëdhënie sociale me persona që vinë në një shkollë, në një qendër kudo, do të thotë që ti krijon ABC-n e edukimit si duhet më pas edhe të fëmijëve në rastin konkret. Ky dallimi deri dje na pe virtualistët na pe fizikisht. Si dukemi nga se pak popullore është preja, po si dukemi nga televizori. Dhe kur e prek fizikisht, si jemi? Mi përmbushë gjitha pritshmëritë, madje te i kaluat. Mund të duket sikur po ju bëj shefin, po unë do thoja këtë që ka bërë shefi, mundësisht nëse keni kritikë ose vërejtje. Jo, unë do thoja këtë, që njerëzit le të vinë një herë të bëjnë një vizitë këtu dhe do e kuptojnë për çfarë kam fjalën. Faleminderit shumë, a u kënaqë sot? Patjetër, kënaqësi dhe sa herë të doni. Time Center është shtëpia e njerëzve të mirë, është shtëpia e profesionistëve, është shtëpia e kujtdo. Mbi gjitha, ne besojmë që institucionet arsimore duhet të krijohen me një objektiv. Arsimi është virtytshmëri dhe është trashëgimi. Është baza. Është përgjegjësi për qytetarin e nesër, gjithçka duhet ta bëjmë për qytetarin e nesër. Falenderoj shumë që ishe në intervistë sot me ne. Ishte kënaqësi. Jemi pritur gjithmonë. Ju falenderoj shumë që na ndoqët. Ka qenë një intervistat më të bukura, më gjithëpërfshirëse, me shumë informacione. Vërtet ishim brenda serialit Varësit, por i prekëm të gjitha fushat dhe shpresoj të keni marrë gjithë informacionin dhe mos harroni më kryesorja, dëgjoni, lexoni dhe turp është të kesh turp për ato gjëra që nuk duhet kesh turp. Nuk duhet kemi turp të pyesim dhe të themi me zë ato gjëra që na bëjnë mirë ne, por në radhë parë e kemi detyrim për ata që do vinë nesër, fëmijët tanë. Faleminderit që na ndoqët, të mësosh kur në kohë vonë, mirë takofshim në të tjera aktivitete.